Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bëni gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu sikundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo mas apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Kjo do të ishte deklarata e kryeministrit Edi Rama, i cili tashmë ka zyrtarizuar ndryshimet ligjore që kërkohen, i mbështetur nga grupi parlamentar i partisë që ai drejton. Megjithatë, debati publik tashmë është ndezur me faktorë të cilët ndahen pro dhe kundër këtyre ndryshimeve ligjore, që në shumicën e rasteve janë cilësuar si një tentativë e pushtetit për të goditur apo penguar drejtësinë. Por sigurisht vëmendja e politikës dhe qytetarëve shqiptar drejtohet nga faktorët ndërkombëtar, të cilët janë promovuesi dhe mbështetësit kryesor të reformës në drejtësi, prej nga ku buruan dhe ligjet të cilat tashmë kërkohet të ndryshohen. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë duke mbajtur një pozicion diplomatik më të rezervuar në raport me politikën tonë të brendshme, më të drejt për drejt po tregojnë evropianët, të cilët kanë thyer barrierat burokratike të përgjigjeve në interes të shqiptarëve. Reagimi i fundit për këto ndryshime ligjore vjen nga Komisioni Evropian, për të dytën herë, pas reagimit për imunitetin e Belinda Ballukut. Ja çfarë thuhet në reagimin e tyre. Bashkimi Evropian po ndjek nga afër amendamentin e kodit të procedurës penale të paraqitur më 16 shkurt. BE monitoron dhe vlerëson çdo nismë legjislative që lidhet me gjyqësorin në të gjitha vendet kandidate, përfshirë Shqipërinë. Këto nisma pritet të jenë në përputhje me akuis të Bashkimit Evropian dhe standardet evropiane. Kjo përfshin gjithashtu zbatimin e reformës në drejtësi të vitit 2016 në kuadër të negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Sundimi i ligjit dhe pavarësia, llogaridhënia dhe efikasiteti i sistemit gjyqësor në Shqipëri janë elemente thelbësore të procesit të zgjerimit të BE-s. Retorika që nxit mosbesimi publik ndaj gjyqësorit dhe ndaj pavarësisë, pashmërisë dhe integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial është kundërproduktive. Siç është tekstuar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë që të trajtojë pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është me rëndësi thelbësore për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mirë shikues nderuar, ky ishte inserti për sa i përket ndryshimeve ligjore, reagimit të kryeministit Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku tashmë synohet të ndryshohet një ligj për sa i përket pezullimit. Megjithatë, media sigurisht janë drejtuar edhe aleatëve ndërkombëtar, në këtë rast Bashkimi Evropian, dhe më saktë Komisioni Evropian ka bërë një reagim për sa i përket kësaj çështje, duke thënë që Bashkimi Evropian po e ndjek me kujdes, le të themi, çështjen për sa i përket ndryshimeve të mundshme ligjore të propozuara nga qeveria, dhe sigurisht pret që të harmonizon apo të standardizon ashtu siç janë ligjet e Bashkimit Evropian, dhe ndër të tjera thotë që kjo përfshin gjithashtu zbatimin e reformës në drejtësi të vitit 2016 në kuadër të negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE, sundimi i ligjit, pavarësia, llogaridhënia dhe efikasiteti i sistemit gjyqësor në Shqipëri janë element thelbësor të procesit të zgjerimit të BE-s. Retorika që nxit mosbesimin publik ndaj gjyqësorit dhe ndaj pavarësisë, pashmërisë dhe integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial është kundërproduktive. Sigurisht ka ritheksuar edhe një herë faktin që le të themi Kuvendi, Komisioni i Mandateve dhe Ligjeve duhet trajtojë pavonesë imunitetin e Belinda Ballukut. Dhe sonte në skrinimi për diskutuar për këtë çështje, un kam të ftuar avokatin Gylsen Zhlima, avokat, shumë faleminderit. Në lidhje direkte kam avokatin Leonard Karaj, avokat, shumë faleminderit për kohën. Mirëmbrëma. Ta nisim bashkë, meqense u kam në lidhje, si e lexoni këtë reagim të Komisionit Evropian, i përshtatet, le të themi, shkon për krah ndryshimeve ligjore apo vendos kufit e tij? Jo, thjesht ka ngacmuar pak, domethënë, sedrën tonë dhe thjesht domethënë po tenton domethënë të lëvizin sa të pak ujërat, duke reaguar ndoshta ose duke i sjellë ndërmend kryeministrit që do duhet të pyetet dhe Komiteti Evropian, duke qenë se Shqipëria ka ndërmarrë iniciativa të mëdha ligjore për të përshtatur të gjithë legjislacionin me qëllim domethënë që në vitin 2030 sikundë ka
prezumuar kryeministri, ne vetë jemi pjesë integrale e Europës në Bashkimin Evropian. Por është një qasje shumë e vakët për mendimin tim. Thjesht një trokitje në derë, por le themi ajo shkundja që ne do duhet të presim nga Bashkimi Evropian. Po do duhet të ketë shkundje patjetër avokat? Qofse Bashkimi Evropian, këta burokratët e Bashkimit Evropian më së shumti këtu apo atje në Bruksel, duan me patjetër që Shqipëria dhe shqiptarët realisht të kenë një parafrim total të legjislacionit dhe një shtetës së drejtës si kundër e ka gjithë Europa, përderisa ata kanë shprehur dëshirën që Shqipëria të ketë pjesë e Europës brenda një harku kohor të shkurtër. Nëse na shikojnë në këtë lloj mënyre dhe e kanë siqet ftesën e tyre, minimum duhet i vënë fre arbitrariteti të kësaj qeverisje e cila në të gjitha rastet kur drejtësia shkon tek tera e kryeministrit apo tera e një kryebashkiaku të rëndësishëm apo gjithkund tjetër, mundohen domethënë me gjitha artificat e mundshme për të ndryshuar ligje, për të ndryshuar rregullat e lojës me qëllim domethënë që të rrinë në pushtet. Nuk e ka bërë vetëm këtë herë, kjo është e disata herë, po të kujtosh edhe në vitin në korrigun e vitit 2020 u ndryshuar në mënyrë të beft kodi zgjedhor aso kohë duke u hequr koalicionet. Po ta shikoni dhe aso kohë konfirmos tek ambasada amerikane. As Bashkimi Evropian, as ambasada amerikane, edhe pse ai kodi atëri i vitit 2020 ishte firmosur në oborrin e ambasadës amerikane 5 qershorin e 2020-s, kur u ndryshua nga Edi Rama në korrik, pra një muaj më vonë, askush nuk foli, thuhet domethënë se e legjitimua le të themi vjedhjen ose ndryshimet që Edi Rama tentoi të bënte aso kohë. E njëjta gjë edhe më vonë me ndryshimet në kodin në ligjet organike të drejtësisë, në komisionin Xhafa, në shumë ligje tjera në 2020, 2024 po të duash, e njëjta histori po vazhdon edhe tani me ndryshimin e nenit të 242 kodit procedurës penale, i cili normon një histori. Edi Rama e ka veshur me një lloj politike të mbrapsht, po themu, sepse ka futur aty brenda dhe kreun dhe institucionin e presidentit, KLSH-n, edhe institucionet të tjera, por atë gjë e ka bërë thjesht për të kamufluar institucionin e kryeministrit dhe të ministrit. Duket se kishin harruar dhe institucionin e Niko Peleshit, ta kishin futur Nikon aty, nuk do kishte bërë keq mund ditës. Kryetari i Kuvendit. Po mirë, se kryetari i Kuvendit është zëvendësuesi presidentit në raste. Pse nuk bën kryetari i Kuvendit korrupsion, Pra, unë nuk duhet të rikthem dhe njëra asaj që kam thënë më përpara, tek kjo media apo dhe në media tjera, ministrat për mendimin tim, kryeministri për mendimin, qeveria në të rësinë e vet, janë në punës publik administrativ, që jo domosdoshmërisht duhet me patjetër të kenë deputet. Pra është një gjë kur ti merr votën e zgjedhësit dhe shkon dhe e përfaqëson zgjedhësin në kuvend, pra teorikisht dhe praktikisht do duhet të kesh një lloj qasje dhe një lloj imuniteti, sepse je zgjedhur nga votuesi, dhe është një gjë komplet tjetër kur ti shkon dhe merr një detyrë në një ministri. Ministri është sot, rri një muaj, 5 muaj, një vit a 5 vjet dhe largohet, kurse deputeti e ka me afat. Ministri është ai që mua më buxheton të gjitha paratë e xhepit tim, të familjes time. Nuk është deputeti, është ministri ai që menaxhon paratë e shqiptarëve. Dhe i menaxhon mirë apo i menaxhon keq, është ai ministri që do duhet pastaj të përgjigjet përpara ligjit dhe përpara nesh. Nuk përgjigjet deputeti. Për këtë arsye ministri nuk mund të ketë imunitet më tepër se sa deputeti, sepse po i vishet një imunitet më tepër se sa deputeti. Pra, ai ishte nëpërmjet nenit 103.3, ministri ka pasur imunitetin si të deputetit. Pra që nuk i kontrollohet banesa pa leje, nuk mund të arrestohet apo të vihet në masa të tjera represive pa marrë lejen e parlamentit. Por jo ama të arrihet deri në pikën sa që as të mos pezullohet, as të mos hetohet lirshëm, pasi nuk ka kuptim fare që unë të hetoj ty andi për punën që ti bën si gazetar dhe në ndërkohë të të lejoj ty që ta bësh atë punën e gazetarit. Çfarë hetimi mund të të bëjë unë atëherë në rastin konkret? Ne qartë avokat. Faleminderit. Zhdima. Vjojmë së bashku sa e prek punën e SPAK në thelb këto ndryshime ligjore e cënojnë? Së pari duhet bëjmë një ndarje drejtësia e zotit Rama apo drejtësia që qytetarët shqiptar presin nga kjo drejtësi reformuar.
ka një diferencë njëra me tjetrën. Në rast se do të flasim për ndryshimet, çfarë ndryshimi konkretisht? Një draft i cili për mendimin tim ende është i papjekur juridikisht, por e mirë menduar politikisht për vetë mbrojtje, nënkupton që ai që don të mbrohet edhe nga drejtësia e tij, që kjo është kontradiktore, është zoti Rama. Sepse unë, duke u futur tek Kuvendi i Shqipërisë, gjeta draftin dhe pikrisht tek drafti thuhet. Më thuaj se kam këtu, më thuaj çfarë do të lexoj, çfarë do të lexoj shkurtimisht, cilën do nga ato? Presidentit të Republikës, avokat të popullit, kryeministrit të zëvendës kryeministrit, ministrave, antarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe kryetarit kontrollit lartë të shtetit, po. Në rast se referohemi kushtetutës, neni 128, në rast se ndaj një gjyqtari të gjykatës kushtetuese vendoset një masë sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, i vetmi organ që pezullon funksionalitetin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese është vetëm gjykata kushtetuese e cila del me vendim. Tani, ky nen këtu, i cili i referohet ligjvëndësi, pra në kuptimin propozuesi legjislativ që është Partia Socialiste, e kanë hapur kushtetutën apo kjo është kushtetutë tjetër edhe ajo që kanë në mendjen e tyre është kushtetutë tjetër? Thjeshtoj pak për publikun. Mënyra se si po kërkon të bën ndryshime ligjore ka gabime ligjore? Ka gabime ligjore sepse ti nuk mundet të thuash që ky nen nuk përfshin antar në gjykatës kushtetuese, kur ndërkohë neni 128 edhe kolegut më korrigjoi, thot qartë azi në rast se gjykatësi i gjykatës kushtetuese është në masë sigurie ose është marrë i pandehur për kryen e një krim me dashje, ose fillon masë disiplinore ndaj tij sipas ligjit, i vetmi organ që ka kompetencë të pezullojë antarin e gjykatës kushtetuese është vetë gjykata kushtetuese sipas nenit 128 të kushtetutës. Po më thuaj që ndryshim, më shpjego. Kush mund të analizoj pse duhet vendosësh antarët e gjykatës kushtetuese tek neni 200 tek neni 242 të propozuar. Po, sepse do më thënë... Kjo do të thotë që ju tani keni lexuar kushtetutën, apo thjesht merrni një referencë dhe vendosim aty që të heqim të gjithë këta në fund fare dhe të mbetet në fund fare kryeministri, sepse i vetmi që mbetet tek ai ndryshim është kryeministri, antarët e Këshillit të Ministrave që janë ministrat dhe zëvendës ministrat. Jo, zëvendës ministrat nuk ka vendosur. Zëvendës kryeministri, edhe ministrat. Edhe zëvendës ministrat për mendimin tim. Pastaj në rast se shkojmë tek neni 92 të kushtetutës, vetëm mos ma bëj shumë me nëse nuk e kuptoj. 90 të kushtetutës, po s'ka problem, do ta kuptojmë se të gjithë duhet të njohim ligjin. Po thjeshtohet. Mirë, se pastaj shkojmë te burgu kot. Pastaj thot presidenti kur bën shkelje të rënda kushtetuese apo një krim të rënd. Atë do të shkarkohet. Po prap duhet kaloj ashtu siç e parashikon vetë kushtetuta. Pra, këtu kemi dy gjëra të rëndësishme. Po më thua që ka bërë gabim logjik, kur në ndryshimi ligjor... Nuk kanë lexuar, se në 128 ka lexuar gabim do bësh. Çlidhe vendos antarë të gjykatës kushtetuese. Kur ato i pezullon vetëm kushtetuesja. Po i vendos vetëm kushtetuesja. Pra, si të më thuash ti tani, unë do pezulloj një gjyqtar, ku ndërkohë ka vetë kushtetuta që ja jep në mënyrë taksative Këshillit të Lartë Gjyqësor të pezulloj gjyqtarin ku ka të bëjë në këto të tre shkelje. Gabim i qëllimshëm? Unë besoj se është diçka e pa lexuar. Mendoj personi që ka bërë draftin nuk ka lexuar kushtetutën. Është bërë nga nxitimi. Tani nga nxitimi për të mbuluar zotin Rama, sepse i vetmi që duhet të mbrohet është vetëm zoti Rama, nga drejtësia e tij, sepse edhe një herë ju them, kur të flasim për drejtësinë duhet flasim ashtu siç e percepton kryeministri Rama. Jo drejtësi që duhet të jetë ajo imagjinare, një drejtësi e pavarur, pa anshme, pa ndikuar. Korrupsion mund bëj avokati i popullit, që mund të kërkojë një moment drejtësia pezullimin. Se dia do bëj korrupsion apo jo? Jo, ç'mund të bëj? Ai është person, subjekt që mund të kontrollohet, që mund të bëjë në korrupsion. Tani do t'i them si bëhet korrupsion. Jo, përkundër, pra mund të bëj korrupsion avokati. Edhe avokati, po edhe antar, edhe kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, dhe gjithë këta mund të bëjnë, por puna nuk është këtu, puna është tek funksioni. Pra, Rama thot funksioni i kryeministrit, jo vetë individi. Ndërsa kur e ndryshon topin thot tek individi. Pra, loja do luhet këtu midis individit dhe funksionit. Dhe këtu ti nis shikon funksionet e, nuk shikon individ. Funksionet pra. Funksionet presidenti, kryeministri, avokati. Bravo, janë funksione. Po këto vet kushtetuta i ka të mbrojtura. Pra Rama çfarë kërkon të mbrojë? Po rezultoi që pra thot Rama, nëse marr një trafikant dhe vendos ministër, nuk ka pse të më marrë mua prokuroria apo gjykata dhe të më kërkoj pezullimin e funksionit të tij.
Shiko, Pra, ka bëj pyetje ndryshe se kam aspekti pyetje këtu. juridik edhe Zhlima, një herë. përse SPAK do duhet merret me çështjet administrative të kësaj natyre, si pezullimi apo mos pezullimi e të tjera me radhë, kur fare mirë mund të qëndroj tek hetimi në thelbin e gjithë gjës dhe kërkesa për masa sigurie, le të miratoj apo mos miratoj gjykata, pra merru në thelbin e hetimin mos i hyrë këtyre. Pse do duhet SPAK-u ta Zoti bëjë këtë? Prençi ka bërë loj politike në tetor duke e marrë të pandehur zonjën Balluku. Prokurori që po heton, Dritan Prençi. Po, ai bëri politik. Që Po? të jemi në këtë situatë Okej. ne duke komentuar ndryshimin e nenit 242. Pasi e mori të pandehur, pastaj kërkoi mas sigurie për të ndaluar për të dalë jashtë shtetit dhe masën tjetër pezullimin nga detyra. Po. Pasi e pa që gjykata kushtetuese e mori në shqyrtim, pastaj Paraqiti kërkoi kërkesën për arrest. tani për lind arrestim, pyetje e po. thjeshtë, pse për Metën edhe për Berishën masa ekstreme, njërin arrest në burg, tjetrin arrest në shtëpi, dhe ndërkohë për këtë që bë kanami me provat, i bë ka politik. Pra, i bën një politik për të ndihmuar zotin Rama, sepse një prokuror nuk mund të futet në kompetencën e kryeministrit duke bërë politik, jo pezulloje këtë, o jo kjo nuk është në flagrancë ose kjo është në procedim penal. Pra, Ti marrë Prençi mendim dhe ka Nardi luajtur për këtë. politikisht duke bërë Ramën faktorin kryesor që ne po diskutojmë sot. Nard, të lutem, ma analizo dhe pak këtë çështje që po trajtoja me Gylsenin, me Zhlimën. Përse hyn në çështje administrative? Përse nuk merret në thelb me hetimin dhe goditja e parë apo veprimi i parë që do duhet bënte prokurori kësaj çështje ishte të shkonte për heqjen e imunitetit për arrestim? Përse prodhoi të gjithë të loj politike që sot duket sikur kryeministri ka kthyer në favorin e tij? Atëherë, ta sqarojmë dy gjëra shumë të rëndësishme. Patjetër. Zhlima u morën me pjesën le të themi konceptuale, procedurale dhe nuk po dua të i heq as i presë asaj dhe nuk po futem të bëri përsëritje. Ne harrojmë një gjë. Organi i akuzës në momentin kur nis një hetim, gjëja e parë fare tenton domethënë që hetimi për të cilën ai është duke bërë si organ ta arrijë domethënë me aq sa është e mundur që si thosh ta ngrijë. Ta neutralizoj tërësisht subjektin. Pra domethënë të krijojë disa masa të cilat domethënë të mos bëjnë domethënë të mundur që personi për të cilin po hetohet të prish prova, të largohet, pra të bëjë çfarë do lloj gjëje për të cilën domethënë mundet dhe pastaj hetimi të degenerojë në hiçgjë, le të themi. Për këtë arsye, ligji Vansi jo sot jo dje, po për vite me radhë ose po duhesh edhe për dekada, ka marrë për bazë masat e sigurimit personal. Për të cilat neve kemi diskutuar me miliona herë dhe kemi thënë domethënë që në Shqipëri janë represive, por duhet të kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme, sepse nuk merret shablon kjo ideja masat represive. Këtu masat represive janë për ty dhe për mua si qytetar. Masat represive këtu nuk janë për ata të cilët janë le të themi në krye të shtetit, po themi, ose agallarët. Për të thënë atë shprehjen e famshme të Orwellit, ka kafshë domethënë që kanë një status të veçantë, ka ca kafshë të tjera që janë çik më lase këto kafshët. Në tërësinë vetë kafshë janë ato. Sa të tjera më të barabartë të tjerë. Trajtohen në mënyra të ndryshme. Pra, neve kur themi për masat e sigurimit personal, unë nuk e kam këtu idenë domethënë që ato që programon tani sfundmi, se më përpara nuk e thoshte, e mbushën Shqipëria me të parë burgosur, burgur. Të parë burgosur vërtet ka shumë. Por janë gjunafçarët morë. Nuk janë këta një sekond. Mund të më thuash raportin e SPAK-ut si ta shpjegoj. Ma shpjegoj që ta kuptojnë. Desha ta them këtë për një arsye vetëm për që të krijohen teleshikuesit të shikojnë domethënë se përse kam një qasje ndryshe kur vin puna tek le të themi njerëzit e veshur me pushtet. Unë personalisht, çdo person i cili është në një pozicion në detyrën për të cilën ai është përkatës, drejtor apo ministër, minimalisht do të kërkoja arrest shtëpie, minimalisht. Sepse unë gjykoj që është më i rrezikshëm politikani apo ai nënpunësi i veshur me pushtet se sa një kriminal që merret gjithë ditë nga mjesi deri në darkë me drogë dhe me gjithçfarë tjetër, veprimtari kriminale. Ky politikani për mua është 10 herë më i rrezikshëm dhe më kriminal se kriminali. Pra, po e parafrazoj.
midis Shullazit, që është sot akoma në burg dhe pret dënimin, punën e tij se çfarë. Dhe Belinda Balluku për mua është 10 fish më e rrezikshme Belinda Balluku se sa Shullazi. Dhe e qartë. Po bëj thjesht krahasimi për të kuptuar, jo për të marrë në personazhe, që mos ke kuptuar. E qartë. Dhe rasti konkret, organi akuzës nuk është se po bën lojë politike. Organi akuzës ka kërkuar në një mënyrë apo në një tjetër që hetimin ndaj zonjës Balluku ta ketë sa më të siguruar. Dhe çfarë ka bërë? Ka thënë, minimalisht unë dua të pezulluar këtë zonjë. Dhe kjo është gjëja më minimale në botë. Madje dua të shtoj diçka këtu andi. Në Europën perëndimore, në Itali, në Francë, në Angli, kudo, kur ndodhin raste të tilla që nuk parandodhin shumë, po kur ndodhin, organi akuzës shkon dhe bën dhe marrëveshjen me personin në hetim. Të tipit për shembull, unë do vi ose me kryeministrin, do mani mas arrestin ndaj teje, por që me qëllim domethënë që të ruaj dhe nderin dhe personalitetin si person, atëherë pres nga ty që ti moralisht t'i japësh dorëheqjen. Kjo ndodh në botën perëndimore. Pra kjo ndodh në Itali, në Francë, në Gjermani. Po si topin për metët, mos i topin për metët. Ti mendon sikur je në Zvicër, jeton në Suedi. Po tani, po le krahasimin tani, mos e këtu morali ka ikur që në 2013 sa më morën pushtetin. Jo më topi për arrestimin e Metës. Ka po të ketë moral. Jo, po nuk ka lidhje arrestimi i Metës. Ja ta them prapë. Morali arrestimi i Metës nuk ka fare lidhje sepse gjithë mënyra se si u bë arrestimi i presidentit Meta është për të marrë domethënë në shembull global. Po thua ta themi. Unë nuk po merrem tek arrestimi i zotit Meta. As tek rasti kisha tek marrëveshja arrestimit personazheve publik. Unë po them përse ajo çfarë ka bërë Spaku, për mendimin tim, është krejt normale. Okej. Është legjitime, okej. Jo, nuk është legjitime sepse e para, Spaku nuk mund të bëjë moral për sa i përket të masës së pezullimit të një funksionarit publik, siç është zonja Balluku, duke imponuar kryeministrit që ai të bëjë dyshim. Ishte qenë legjitime, nuk kërkonte ndryshime ligjore. Pra ishte e ligjshme dhe po përpiqemi ta bëjmë të paligjshme. Kolegu e tij mendon sikur jeton në Suedi apo në Zvicër. Unë duhet t'i them që jetojmë në Shqipëri. Ne kemi mentalitetin ton këtu, zoti Rama ka mentalitet këtu, pavarësisht se është edhe edukuar pak jo shumë në Francë. Por ajo që unë dua të them tek ju është kjo. Zoti Rama ka dalë sot nga drejtësia në kontradikt veten e tij, sepse ai në deklarimin që ka bërë gjithë sa të kohë, pra nga 2022 deri më sot ka thënë, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bëhet avokat i askujt. PS-ja nuk është zyrë avokatie. Rama këtë ka përsëritur jo vetëm për individ të cilët kanë një nivel i të ulët politik, por e ka thënë për ministër, deputet apo zyrtar që përballet personalisht me ligjin. Përse ndryshoi pra, nëse ka thënë këtë? Përgjegjësia është individuale, jo partijake. Po, handardha brapa shpinës. Edhe këtë e ka shprehur. Edhe pjesën tjetër, për sa i përket prezumimit të pafajësisë, ai nuk e ka përmendur në asnjë moment ndaj atyre të cilët ka bashkëpunuar. Zoti Tahiri, zoti Ahmetaj, zoti Dako, zoti Beqaj, zoti Veliaj. Tek rasti Veliaj thjesht u detyruar nga faktorë dhe nga rrethana të ndryshme të flasi për prezumimin e pafajësisë. Tani kolegu tha dhe diçka tjetër. Burg. Po, Rama ka thënë burg. Ndërton ti, vje policia direkt rras në burg. Aksidenton ti, policia direkt të fut në burg. Pse? Se kjo është fryma e krijuar nga lart për tek poshtë. Po kërkon të ndryshojmë. Pra, jo, një sekond, nuk po flasim këtu të ndryshojmë masën e sigurisë në konceptin e sajt. Por, zotëri, ne nuk mund të fusim në burg çfarë do lloj vepre penale të kemi. E pat ju, parakalimi 2 fish është burg, maksimumi është burg, kundërkohë ti ke një interes publik, çfarë? Të edukosh shoqërinë, të bësh politika sociale dhe jo të bësh burg, sepse pjesa e burgut është gjë e rëndë. Dhe tani ku shkojmë pak më lart, do të thotë, ti duhet të bësh një krahasim të vogël. Çfarë? Ai person që është zyrtar publik, zotëri, duhet në rast se ti ke provë që ai po merr provat, pra po azjeson, po vret, po bë çfarë do ty qefi, ti nuk merr masa të tilla morali.
ti merr masën më të drastike, çfarë? Arrestim në shtëpi. Pse e bën këtë? Sepse ti ke fut ndërkohë në burg Sali Berishën, ke futi në burg Ilir Metën, ke fut Erion Velin në burg, ke fut Beqaj në burg. Më falë zotri, kësaj pse po i bë parat mode duke shku në burg? Po jo është grua, jo nuk ka zotri imunitet. Nuk ka imunitet. Shiko, të bëj një pyetje unë. Hetimet që ka spaku në dorë, ose le të themi zyrtarët, publik dhe të gjithë me radhë, përqindja që zë në totalin e hetimeve dhe në raport me të gjithë prokurorit e tjera, nuk e ka një përqindje 0.7%. Po, sa? Po pse do ta bëjmë lajmin e fundit? Po prokurorit e zakonshëm, pse do ta bëjmë lajmin e fundit? Tani. Jo, më thuaj. Tani, ne kemi prokurorin speciale. Speciale, është speciale kjo. Është speciale, është prokurori speciale, e posaçme. Okej, po speciale i themi, gjykatë e posaçme. Po mirë, më bukur e posaçme. Më bukur e posaçme. Tani për këta, të cilët akuzohen për këtë, se ne po themi, siç e tha dhe Nardi, regjia ma ka lodhe Nardi në plan, siç e tha edhe avokat Leonard Karaj, tha që shiko, unë për zyrtarët e qeverisë preferoj burgun. Për zyrtarët, jo vetëm qeverisë, për zyrtarët. Jo të qeverisë e themi, sepse aman për popullsin që është 99.3% e hetimeve, po tjetë me e letë mëse këta, kurse këta janë pak, si e me ndonë këtë di? Këtë më shpjegodi mua, 0.7% me 99%. Por edhe njëre kam thënë dhe do ta them vazhdimisht, ndjekja penale nuk është drejtësi. Drejtësia është gjykata e pavarur pa anshme. Po gjykata për të dyja rastet, edhe prokuroria e posaçme, edhe prokuroria e zakonshme, kur bën ti një vepër penale, atë që thënë për çdo qytetar, se ke qytetar këtu, një numër të vogël ke zyrtarëve të lartë. Pra qytetarë në kuptimin që nuk kanë kaq shumë peshë të madhe dhe të jenë edhe zyrtarë të lartë. Por çfarë duhet thotë? Që ti te të dyja rastet ti kërkon arrest në burg. Po ku shkonte zëvendës kryeministri? Ku shkonte personi që ai e ka thënë që do ta bëjë drejtësi? Diferencë midis zyrtarëve që vjedhin dhe qytetarit të tjerë që shkon në burg. Ore, drejtësi nuk ma bën dot as paku, as prokuroria e zakonshme. Jo, po nuk kemë vllaz, ai tha afërmendësh, fjalët afërmendësh. Fjalia e Ramës e tha spatën ja dhash Altin Dumani dhe tani po ja merr mbrapa edhe po i thotë që nuk kemi republik prokurorësh, po jemi republik parlamentare. Çfarë është kjo? Treguesi i qartë që Rama ka ndryshuar pozicionimin e tij me drejtsinë e tij. Pse? Sepse ai e ka bërë drejtsinë, ai e ka dhënë mesazh. Ai nuk po ndryshon, ai çfarë po bën? Ai po instalon atë që unë them vazhdimisht, republikën parlamentare tani, me detyrim përcaktimi, ndryshime kushtetuese, edhe kolegu thot, sepse neni 242 është preteksti zotri, se po të shkosh këtu dhe të shikosh thuash presidenti i Republikës është i mbrojtur, antar i gjykatës kushtetuese jo, ai do detyrohet të bëj këtë gjë, të bëj ndryshime kushtetuese duke dhënë edhe duke i dhënë lojën tek pala tjetër që çdo gjë po diskutohet në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese nuk dol në vendimarrje sepse interpretonte në 103 dhe në 73 të kushtetutës dhe jo deklarimin e kompetencës së mos kompetencës. Ja Nardi Karagim, avokat. Të lutem, Oani, unë shikoj pak po e bëjmë më pak teknik këtë gjë. Më pak teknike dua në fakt. Atëherë, për mendimin tim, Rama nuk është se i djeg barku shumë për këtë çështjen e nenit 242, hajde ta ndryshoj, si ta kamufloj, hith ujë, hith miell, se si ta të mbroj veten time. Sepse Rama sot është i plot fuqishëm dhe sipas mendimit tim modest, është shumë e vështirë që dikush në SPAK apo gjek ti ngrej një padije i Ramës, një kryeministër i cili për aq informacion që kam ka të paktën një 6 vite që nuk firmos as edhe një gjë. Zero. Rama. 6 vite. Pa, që nga 2019 që Rama nuk firmos më as edhe një cop letër. Ti jeton në Shqipëri, ai nuk firmos, a kupton tani, edhe ai shkon edhe merr votën e qytetarëve. Edhe qytetarët nuk e dinë të vërtetën. Sepse ai e di shumë mirë se çfarë do të thotë firmë. E gjithë historia dhe prandaj mban në Belinda Ballukun aty që të kuptohemi dhe thotë domethënë që shikosëm kjo më ka dhënë mua 3 herë dorëheqjen, po unë s'ja kam pranuar. Jo 3 herë, më 33 herë le ta japin dorëheqjen. Ti zotëri nderuar, me këtë tregon domethënë që nuk je një kryeministër i një shteti që ka qasje europiane. Ti mund të jesh kok më kok me Lukashenkon për nga mënyra e qasjes politike që ke. Sepse në çdo vend të Europës tjetër, kur të fillonte një çështje e tillë penale, ministri do jepte dorëheqjen, do shkarkohej. Ose do jepte dorëheqjen ose do shkarkohej. Po iku kjo.
Gjithë retorika e Ramës është pse nuk më keni pyetur mua përpara se të merrni një masë të tillë. Pse nuk më keni pyetur mua tek drejtësia ime? Të pyesi Rama, domethënë pyesi Spaku Ramën? Mos më dëgjoni një sekond. Më dëgjoj se e bëjmë Google pastaj. Edi Rama ka që nga viti 2015 që thot drejtësinë e bëj unë. Drejtësinë e mbroj unë. Drejtësia është e imja. Jam unë, jam Partia Socialiste, ajo që i ka bërë gjithë këtë. E gjithë kjo retorike e Edi Ramës ka ardhur edhe për një arsye, domethënë gati legjitime po thuash ti, sepse kur ai ka ardhur kryeminist në 2013 në Shqipëri, nuk e ka pasur në xhepin e tij si gjitha politikanët këtu, qoftë një gjyqtar apo prokuror të Republikës së Shqipërisë. Pra, të gjithë ishin në një mënyrë apo në një tjetër të kapur nga ajo pjesa e vjetër e Partisë Socialiste ose nga ajo që i kishte qenë pushtet Partia Demokratike. Por nuk po merrem me këtë histori. Ai ka pasur në thelbin e vet që ta bënte një gjë tillë dhe unë për batuta kam thënë disa herë ty, një eksponent shumë i lartë tanishëm, po dha aso kohë e Partisë Socialiste, teksa kalonte te gjykata e apelit sot rrugës thoshte e shikon këtë godinën këtu, kësaj kur vinë në pushtet do t'i heqim dhe tullat, jo rop mrena. Atë ashtu po ndodh. Avokat, do më japësh. Ani, ajo që po kërkon Edi Rama të bëjë sot është pse juve tentuat që të merrni një mas pezullimi, pra të ma pezullonit juve mua, ministrën time, ku unë mund të bëj çfarë të dua me ministrat tim. Unë e mëroj ministra pa e ditur ata që a do jenë ministra apo jo. Okay. Dhe juve keni këllë që juve të Spaku të vini dhe mua dhe më thoni, të më detyroni mua që të shkarkuj unë zëvendës kryeministe, këtë ministra apo këtë ministrë. Unë mund ta bëj këtë, po jo të ma kërkoni juve. E bëj vetë vëlla. Jo të më thoni juve mua se çfarë do të bëj unë. Pra egoizmi në kulm. Kjo është apologjia e një nacizisti të smur, se nacizist në vetvete, se cili nga ne mund të jetë, mo dalim para pasurish dhe themi sa më pëlqen vetja. Ky është i smur vëlla. Kjo është jo vetëm arrogant, po kjo është dhe një njeri, domethënë që nuk arrin dot të perceptojë në trurin e tij që dikush, një institucion apo cili do, domethënë mund t'i thotë këtij të bësh këtë apo të bësh atë. Po kjo që thash Llima, të gjithë këtë verb që ka nisur me ndryshimin e Nenit 242 nuk e ka për Nenin. E ka se këta nuk e kanë pyetur, siç e pyetën në rastin e Arben Ahmetaj, siç e pyetën në rastin e Ilir Beqaj, siç e kanë pyetur në gjitha rastet e tjera, se po të vesh Reandi, është hera e parë që Edi Ramës i vjen një ministër, i bie një ministër teorikisht, por pa marrë lejen e Edi Ramës. Se mos kujtoni, edhe kur ishte radha e arrestimi i zotit Erion Velie, Edi Rama e ka ditur me kohë e me vakt. Po bëri gjëja sikur nuk e dinte. Tani më thuaj diçka, a mos ndoshta Rama po përpiqet, atë që thash Llima, ta analizojmë pak kështu që mos të instaloj këtë diktaturën e prokurorëve, ose Republika e prokurorëve e lejoi. Po prit pra një sekond. Dhe tani duhet të instaloj, sepse tek diskutimi publik kur arrestua Veliaj, këtu doli media dhe këtu dolën analizat politike. Instalimi i një republike prokurorësh. A mos ndoshta Rama po përpiqet të ruaj kushtetutën? Shiko, jemi republikë parlamentare. Nuk mund të ndikojmë. Është pyetja ime kjo. Është pyetja ime kjo. Tani e devijojmë fare. Sepse analistët që i bënin lavazh Spakut sot thënë për republikë prokurorësh. Shkurtimisht Nart. Të lutem. Tani në 2017-ën këtu kemi qenë, kur pasi u miratuar reforma në drejtësi, u miratuan dhe ato 7 ligjet. Dhe Edi Rama për reklamonte atë aso kohë më të madhe, që pse Partia Demokratike aso kohë në opozitë dhe tani në opozitë gjithsesi, nuk vinte dhe të miratonte ato 7 ligjet. 7 ligjet për ata që si din ishin aktet nënligjore të formimit të organeve të drejtësisë. Të vijë drejtësia në lëvizje. Spaku, GKK, bla bla bla, historia të këtij tipi. Tani ti mendon domethënë që Edi Rama ose majoranca aktuale nuk e dinte se çfarë të drejtash të kompetencës po i jepesh Spakut? Po nëse ata do pranojnë këtu, do të thotë domethënë që pas kanë qenë totalisht pa aftë. Jo zot, jo koleg. Ata janë totalisht pa aftë, po janë të aftë për të keq qeverisur në mënyrë djadhore qytetarët shqiptar. Ata janë njerëz që kanë ditur shumë mirë se çfarë të drejtash i kanë dhënë një prokurori. Po, që të komandojnë. Ata janë njerëz të cilët të paktën 900 e parë të prokurorëve që quan në SPAK kanë qenë të gjithë me firmën teorike, po flasë, të kësaj majorancë, pra ata e din shumë mirë se çfarë kanë bërë. Ata e din shumë mirë që dhe Neni 42 të ligjit për SPAK-un e vendosën në dijeni të plot.
të tyre. Dhe në 42 ta kam shpjeguar në 41-42 ligj posaçëm për Spakun, jetë të drejtën prokurorit Spakut që të hetojë edhe deri te gjykatësi që po e gjykon çështjen apo gjykatësi kushtetues. Pra jo se nuk I kanë ditur. Jo se po tani po hedhin idenë domethënë që këtu po bëhet një republikë prokurorësh. Jo më jo. Edi Rama I intereson sot që të hapi një debat me drejtësinë, në rastin konkret me Spakun, sepse nuk ka as edhe një lloj debati tjetër në Shqipëri. Asnjë. Ai nuk mund të hapi një debat me opozitën sepse opozitën e kanë në xhep, e ka pas në xhep sot e 10 vjet. Po më thua që nuk është I shqetësuar në ardh dhe bën për lojë politike? Po për lojë politike. Po më thua që nuk është I shqetësuar kryeministri dhe bën për lojë politike? Edi Rama ka mbaruar punë me Shqipërinë, dhe me shqiptarët. Edi Rama ka vetëm një synim, se si të ketë një rol protagonist në një tavolinë e madhe globale, mundësisht në pozicione të qarta, siç është sonte për shembull, aty për te oqeani. Okej, fiksa që kërkon. Nuk ka historinë domethënë me 28.000 km2, kjo është shumë e vogël për të. Si një kryeministër që mund ta bëj këtë, që arrin në këtë nivel, aftësia. Tash un kam një pyetje. Jo, do ta bëj pyetjen kështu. Tash kam një pyetje që më duket çështje paradoksale. Shqipëria është drejt rrugëtimit të Bashkimit Evropian, ë intensifikuar gjërat. Bashkim Sovjetik jemi. Jo, të lutem, prit. Tani Bashkimi Evropian mbështet Spakun. Spaku nxjerr zbuluar korrupsionin, nxjerr këto çështje që flasin Balluku, Nakshën e tjera me radhë. Tani, pse më duket paradoksale që sa më shumë zyrtar të lartë po goditen, aq më shumë afrohemi në drejt BE-s? Jo, nuk afrohemi drejt BE-s, sepse Spaku nuk është drejtësia, është ndjekje penale, për të shkuar në BE nuk duhen statistika. GKK-ja për gjykata e posaçme. Lej GKK-ja sepse edhe kolegu me të drejtë se s'dua të bëj dakord sepse ndonjëherë nuk bie dakord me të. Pavarësisht se në disa gjëra I thot në vjet të përgjithshme. Mirë, por puna është kjo, zoti Rama nuk e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, as statistikat e GKK-s nuk e çojnë sepse pikërisht ne jemi në Bashkimin Sovjetik me mentalitet. Nuk jemi më apo nuk kemi vajtur kurrë as në korridorin e Bashkimit Evropian e as do të shkojmë në asnjë moment në korridor. Përfaqësuesi I komisionit jashtëm me Kallister tha sot që thjesht mos u vet kënaqni, keni edhe punë për të bërë, po mos u vet kënaqni, tha. Zgjedhjet e Parlamentit Evropian u bën në 2023, mos gaboj. 24, 25, 26, 27, ai ikën ky që erdhi. Po është ndetyrë. Pra, është ndetyrë. Sa herë ka ardhur këtu po me ajo italiana Mogherini ku është sot pas askushi. Po ato tjerët zyrtarët europian që thoshin do vinë dhe do hapim negociatat pas 2019. I avokat soti? I avokat soti? Po jam, po unë jam profesioni im është avokat, nuk jam politikan. Po dhe ti e jenë detyra, burr, ke marrë detyrë përsipër. Unë jam avokat, nuk jam politikan. Pra, ai është politikan atje, edhe një herë, dëgjoj pak. Ai është politikan atje, ai është I përzgjedhur nëpërmjet partive politike, edhe një herë për qytetarët shqiptar që na ndjekin. Duhet keni parasysh diçka. Grupet parlamentare në Bashkimin Evropian ke nga e majta edhe nga e djafta. Ata të cilët vinë dhe flasin në Shqipëri që Shqipëria po ecën përpara, vinë nga krau I majt, sepse kështu është qasja, po letani ashtu mendon ti. Një pjesë e tyre vinë nga krau I majt. Një pjesë tjetër vinë nga krau I djathtë. Ata kanë një kaset taksative që ne jemi pro reformave, duhet të bëhet luftë, sepse imagjinoni një zyrtar europian të dashur qytetar që të thonë jo të thonë bëni korrupsion, vini nga një dagë europeian. Sot doli lajmi që intensifikohen hetimet ndaj Belinda Ballukut. Ka hyrë hetimi tek çështja e pasurisë. Të pezulloj Zotin, larg qoftë Zot. Por puna mua nuk më bën çudi. Po tani apo tallen ata apo bëjmë vet tani? A janë vet apo tallen? Tani, sot e bërën këtë në lëvizje. Po gjithsa të kohë çka kishin bërë. Pra, urdhëroi kur është mashtrimi, pse tenton të më ulësh të të fyë inteligjencën. Po, po fyë inteligjencën. Po se ti tenton. Po të them që një prokurori që mbas gjithë këtyre lëvizjeve del lajmi që duke më thonë që shiko Spaku punon, GKK-ja punon, ne do shkojmë në Bashkimin Evropian. Jo zotri, nuk do shkosh në Bashkimin Evropian. Ose se e thua ti? Jo, nuk e them unë. Po kush theu për këtë analisti? Kur nuk kanë fol dy ambasadë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, që është ambasada franceze dhe ambasada gjermane, derisa ju thoni vazhdimisht Bashkimi Evropian, kemi delegacionin e BE-s, delegacionet po. Jo, delegacioni nuk është gjë, jo. Komisioni Evropian. Delegacioni është thjesht ura komunikimi midis qeverisë
edhe Bashkimit Evropian, ndërsa dy vendet që kanë rol të rëndësishëm në Bashkimin Evropian dhe ata të cilët din ta studiojnë mirë Bashkimin Evropian, Gjermania dhe Franca. U bën kaq shumë kriza e financiare ekonomike, na urdhro ku e ke? Urdhro. Ambasadori, po vajtë në spak aty, ku vajtë? Ti do shkoj, ku do shkoj? Do vite selia ime, do vite mua, do vite ty. Po ti do shkoj ai. Unë do kisha kënaqësi ta kisha aty. Si investim? Po mi bëj testi edhe të vi. Dëgjoj tani. A bëri takim kë? Te ky takimi? Më dëgjoj pak. A bëri takim kë? Pra, mesazhi është i qartë. Zotëri, ne po të bëjmë sulm, nga sulmi që ti po merr, ne jemi këtu, por tani roli jon është ky. Ne vendosim për ju. Ky është ambasadori gjerman që takoi Brown dhe thot ambasadori Berner shkëmbeu mendime sot me kreun e SPAK, është para 5 ditësh. Kjo për forcimin e sundimit të ligjit. Ky është një kusht thelbësor për antarësimin e Shqipërisë në BE. Po, Bundestagu janë mbështet fuqimisht politikisht dhe financiarisht. Ka folur për Bundestagun kë? Ky Gjermani ka folur? S'ka folur. Për Bundestagun. Vdi çka ka bërë Bundestagu. E ke pa çka ka thënë. Akoma nuk janë plotësuar 30 e kusur kushte nga qeveria shqiptare. Dhe Bundestagu ka thënë, nuk shkojmë drejt hapjeve të negociatave, në kuptimin thamë atëre ku vim në momentin e dur politike, flas, sepse antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një direktiv normuese nga Bashkimi Evropian, është një vendimarrje politike. Pse? Shtetet anëtare vendosin, qeveritë anëtare të Bashkimit Evropian vendosin. Një shtet thotë jo, Shqipëria kërkon edhe 10 vite akoma. Lere zonjën Balluku në punën e saj, sepse SPAK-u kujtohet me vonesë kur i vjen atëre mesazhi në kohë jo reale. Intensifikohen hetimet ndaj Ballukut ishte lajmi. Sot janë kërkuar në bankat e nivelit të dytë, janë bërë kontrolle, ndoshta mund të dërguar letër porosi, do duhet parë. Si e shikon këtë? Është diçka totalisht e pritshme, sepse përtej hetimeve që bëheshin për zonjën Balluku, si për në rastin e tunelit Llogaras dhe në rastin e Unazës madhe të Tiranës, pritej domethënë që të kishte edhe një lloj hetimi për pasurinë e saj, e cili është akoma më kompleks se sa këto rastet e tjera, sepse këta mos mendon domethënë që janë kaq të paqen sa të mos arrin dot të fshehin le të themi të ardhurat e tyre. Kur ty të arrin të fshehje si një zyrtare thjesht, e kujton ti atë 500.000 euro që në gjetur në tubin e aspirimit, të asaj zyrtares Alda Klosi, më duket se si ka qenë, Alda Klosi. Imagjino pastaj për personazhe si zonja Balluku, e cila ka menaxhuar këto 4-5 vitet e fundit më shumë se 2 miliard euro të pasurive të shqiptarëve, parat pasurive të shqiptarëve në kryesisht në rrugë dhe në infrastrukturën energjetike. Kështu që është normale. Unë pres që SPAK-u të avancojë në raport me zonjën Balluku, pres që pas kësaj përplasje drejtësi ekzekutiv, duke qenë se Edi Rama akoma nuk po e shkarkon zonjën Balluku, pres fort që SPAK-u të yshtet sa më shpejt për ta mbyllur dosjen e zonjës Balluku, por me vepra penale shumë herë më të rëndësishme se sa kjo për të cilën deri tani ata kanë proklamuar. Dhe kjo pastaj do të jepte mundësi organit akuzës që kur të rishkonte, sepse me këtë që ka shkuar tani, unë jam katësipërisht i sigurt që kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit do rrëzohet nga ana e zotit Rama, po them unë sepse parlamenti aty është dora nallçi, çfarë thot Rama bëhet. Por në momenti kur në qoftë se SPAK-u të shkojë me pastrim të vepër produkte veprës penale, apo se këtu është thelbi pyetja. Po, deklarimi rrem ose fshehje pasurisë në shumë atëherë janë gjitha vepra penale të cilën margjin e dënimit e kanë shumë të rëndësishëm, nga 7, 10, 12 deri 15 vite, pra varet nga vepra penale për cilën të thash pak më parë, dhe në rastin konkret nëse do jemi në këto kushte, pastaj Edi Rama dhe sikur ta kishte domethënë në motrën e vet, s'do arrinte dot ta mbronte më, sepse janë vepra penale të cilat të kushtizojnë për të Okej, e kishte në sens. E kishte në krahasim krahasimor me metaforik. Pra janë raste të cilat domethënë e detyrojnë që të bëjë një gjë të tillë. Unë thash edhe një tjetër, uroj që SPAK-u ta marrin seriozisht, sepse e shkuara e afërt e këtij institucioni ka treguar domethënë që këta hera herës edhe
nuk po them domethënë që korruptohen, po tallen, si në rastin konkret për shembull me zonjën Majlinda Bufi, që nuk ka për të bërë asnjë ditë burg. Pra jemi të qartë fare. Apo edhe për personazhe të tjerë, domethënë të botës si qeverisjes lokale. Lokale. Kujto vetë për analogji, them këtë dhe e mbyll këtu. Vjet ne patëm krijuar le të themi atë task force-ën parazgjedhore. E mban mend që e proklamoi i giganti Altin Dumani me proklamat të madhe, çfarë do bënte, namin do bënte Altin Dumani me atë. Nuk e arriti dot as të bënte minimumin e asaj që ka bërë Kosova. Kosova në zgjedhjet e fundit që bëri, prokuroria jo speciale e Kosovës, prokuroria normale, jurisdiksionit të normal, brenda 48 apo 72 orëve pasi vërtetoi domethënë ndërhyrje në zgjedhjet në Kosovë, ka arrestuar mbi 50-60 persona. Në janë arrest, i ka arrestuar për krime zgjedhore. Ajo prokuroria e Kosovës. Jo i më ky spaku jo. Tashti, ajo që po thua për ta mbyllur është që ky spaku duhet ta marrin seriozisht çështjen dhe nëse me zonjën Balluku e ka marrë seriozisht hetimin me prova dhe fakte, do duhet që ta mbyll sa më shpejt. Unë jam gjithmonë ides. Hetimi duhet të jetë brenda afatit dhe procedurial të lejuar. Brenda 2 viteve. Nuk mund të tallen me shqiptarët më. Nuk mund të tallen si po tallen me incineratorët. Nuk mund të tallen si po tallen me Gorigalin. Nuk mund të tallen me gjën më flagrante të mundshme fondet e IPARD-it. Ty të ka dalë përpara 3-4 muajsh Bashkimi Evropian të ka thënë Shqipëria duhet të kthejë mbrapsht 33 milion euro për shkak të korrupsionit që ka ndodhur me fondet e IPARD-it. Olafi të erdhi në Shqipëri për ta hetuar një çështje të tillë dhe akoma spaku sot nuk del me një deklaratë do thotë a ka përgjegjësi Frida Krifca apo jo. A ka përgjegjësi AZBR, drejtoresha AZBR-s apo jo. Dhe nëse s'paskan, atëherë kush e ka përgjegjësinë për faktin domethënë që fondet e IPARD-it u anulluan, u pozulluan dhe Bashkimi Evropian ne sot na kërkon 33 milionë euro mbrapsht. Këtë dua unë as paku. Rritja e taksave do paguajmë ne gropat e tyre. Gjobat që policat na vendosin do paguajmë ne korrupsionin e tyre. Është më thjesht nderuar. Tani, më rrit pak të çështja. Arsim nuk ke, infrastrukturë nuk ke, ne do t'i paguajmë. Thuaj qytetarëve, mos e bëm me pikpyetje. Ju do t'i paguani. Unë jam gjithmonë që të marr një qasje pozitiviste. Unë dua që gjëja e mirë të ndodhin, pavarësisht faktit të më thënë që kam... Po ne mos të themi që vazhdimisht këta do shkojnë në burg, koleg. Sidomos me kohën kur në drejtimin të spakut ka qenë zoti Altin Dumani. Të gjithë këta që e mbroj me istikam kohën 3 vjeçarin Altin Dumanit, po rrithem dhe nuk do lodhen duke i thënë. Ka qenë koha e ignorantit, koha e gjithçka e përveç se e asaj që konsiderohet legjitime. Po prit se kolegu thotë diçka, një sekondë duhet ta çoj në linjën e tij, një sekondë. Leonardo, do të mbajë 5 minuta. Jo, prit një sekondë. Ata të cilët dikur bënin lavazh Altin Dumanit, sot flasin kundër Altin Dumanit, kundër spakut, kundër prokurorëve. Abuzimin e atij se ka domethënë 9% prokurorë ose 3. Asnjë prokuror nuk ka atë. Po se kam. Po një ditë para se ti ku ka ishte. Ai ishte ai burri që të firmosi arrestin e Ballukut. Para se ti kte e zvarriti 4 vite dosjen edhe nuk quhet guxim ky. Ky quhet mashtrim. Se do të lëviz, ju mund të bëni bisedë sa doni. Do të mbajë 2 minuta, shpjegoj dhe vazhdo. Jo, vetëm me këtë të lutem se më pëlqeu shumë kjo që sapo the. Guximin e atij. Se ka pas kush guximin e atij? O Andi. Perceptimi publik. Andi më lidhu. Ishte prokuror dhe drejtuesi i spakut, nuk ishte policë rrugor më burr. Nuk ishte as bari tufe. Ç'do më thon kjo? Atë ta shpjegoj pra. Është aty jo për të na treguar se shpatullot gjëra kamo. Shpatulla e tij është pena, moro zotri. Proceduraliteti. Brenda fateve kohore të miratuara me kodin e procedurës penale të çojë dosjen në gjykatë. Nuk mund të më thot mua ai zoti Altin Dumani që incineratorët ka 7 vjet, 8 vjet aty që jetohen dhe nuk ka një vendim. Edhe shkrim intelektual. Çfarë vendimi ka marrë për teatrin? Në shembull 2020 ka kaluar çdo afat ligjor o zotri.
Peko Parkun, ato dy tigrat që janë në gjirën e Vlorës, apo rrugë të Florinta, më zotëri nderuar. Po çfarë duhet pres më nga ky Altin Dumani më? Ju të çudisni fare më. Po, se bën Altin. Unë kam mendimin. Po ishe pa drejtësi fare monart për korruptuar. Po jo më çfarë pa drejtësi, ma jemi vetë apo jo, të lutem zotëri. Dëgjoj të lutem. Unë kam si qytetar një mendim negativist për politikanin Ilir Meta. Unë për politikanin Ilir Meta kam një mendim shumë negativist. Po. Që ma se ngatrojnë. Por mënyra se si Altin Dumani arrestoi presidentin Ilir Meta nuk ndodh as në Bashkimin Sovjetik, mos zotëri. Po se Altin Dumani arrestoi atë onar. Po, se unë arrestova. Po shpun ka prokuroria dhe BK-ja. Ai firmosi. Ai e legitimoi këtë arrestim. Nuk e bëj dot kështu. Jo, ai e legitimoi këtë arrestim. Një person. Kur shkohet për të arrestuar një person, si se në rastin e zotit Erion Veliaj, oficeri policisë gjyqësore shkon me vendimin e gjykatës, ja lexon personin në fjalë dhe shoqëron. Në qoftë se ti mendon që atë njëjtë gjë që bën me Ilir Metën e bën dhe me Ilir Beqen apo me Erion Veliaj, pastaj qoftë ti që je çfarë do të thonë. Asu nuk janë prapë të arrestimi po se për Altin Dumani se po vetëm Altin Dumani. E ka bër Altin Dumani. Vetëm Altin Dumani. E kupton çfarë thot? Edhe nuk e them unë që janë mbrojtësi Ilir Metës. Ai është favori i qeverisë për të liruar Metën me procedurë. Ai është vetëm Altin Dumani. Vetëm Altin Dumani, pra do të thot, nuk po ta thot mbrojtja e Ilir Metës, po ta thot një avokat tjetër. Mirë, që do të thot, ty kur ta thot një person tjetër, që mënyra e arrestimit, se si u bë, ishte një mledh personale Altin Dumanit kundër Ilir Metës dhe dosjen e tij e ka të zvarritur nga 2018 deri më sot. Varësisht ku është policia. Kujt me policia, po nuk ka lidhje, po gjëja është që e bën. Me biron kombëtare e tij e urdhëron Spaku policisë gjyqësore, mos bëj naiv. Po merr zvarr. Spaku, jo, Spaku thot. I thot Altin Dumani merr zvarr. Po, edhe zvarr. Kush e përgjon Altin Dumanin? Erës tjetër në studio. Kush e përgjon Altin Dumanin? Debatin kështu. Kush e përgjon Altin Dumanin? Kush ka ligjin? Kush mund ta fusi në burg Altin Dumanin? Vetëm kolekte vet. Përse për të arrestuar Ilir Metën shkuan 5 veta me kapuç? Pse? Nuk e di monar. Po ha kushën ba. O Andi, mos u bësh tani, dëgjoj sekond sepse po flasim me ndes njerëz. Po mirë, pra e bëre me pyetje, kush i urdhëroi, po them, nuk e di. Vazhdo. Më dëgjoj pra. Përse për presidenti, se është president ajo zotëri nderuar. Po. Të pëlqen ty apo s'pëlqen është president ai? Gjithë jetën jetë president. Po. Përse i shkuan 5 veta apo 7 veta me kapuç dhe kur ishte radha për Erion Veliaj, shkuan 2 burra si zotnia, 3 sa ishin ata, as me kapuç, as me letra në dorë, i hapën dhe derën e makinës, i thanë ulu këtu, afro këtu dhe te 313 dhe te drejtoria e policisë më radh. Pse është kjo? Dhe po të tregoj dhe po të arrithem dhe një herë dhe bindu për këtë dhe mos bëjmë debat koti. Ku ekzekutohet një urdhër gjykate e kërkuar si mas ndaluese nga Spaku, vendimi merret nga oficeri i policisë gjyqësore dhe është policisë gjyqësore ai që shkon dhe interpreton vendimin dhe bën pasaj arrestimin. Policia e shtetit është thjesht në ndihmës të oficerit policisë gjyqësore. Dhe në rastin e zotit Ilir Meta, po ta bëj si rast, ti nuk ishe nevojë fare që ta bëje këtë, po mjaftonje ta merrni telefon ti thoshe zotri, po paraqitu në Spak. Ditën tjetër do ishte paraqitur, po donje ja vinje prangat aty apo cili do. Pra nuk kishe nevojë ti të bënje kështu shembull, le të themi, për mënyrën se si ti arreston një ish president. Ta thash edhe një tjetër. Un kam një mendim super negativist për Ilir Metën si person. Por kjo nuk më bën mua të verbohem. Edhe këtë super negativitetin që kam unë ndaj atij personi ta nxjerr atij, sepse unë e ndaj Nardin si qytetar dhe Nardin si avokat. Leonard Karaj, je lirë të shkosh se do ta mbajsh zhlimë edhe 10 minuta përpara se ta mbyll të pjesë të parë për të vazhduar me akshin. Falenderoj shumë, e vlerësoj. Këtë debat të premtoj do ta bëjmë këtu në studio, se nuk mos mendo se do ta lëmë kaq të debat, të më kërkosh të bindem nëpërmjet Zoomit. Mirë? Falenderoj shumë. Natë mirë, Nard. Thjesht vetëm një parashtim vogël lidhur me atë që tha. Me shumë të drejtë tha, arrestimi i zotit Meta është bërë në mënyrë të tillë, e para, dhe e dyta, zoti Dumani ka firmosur dhe OPG-ja nuk ka kryer detyrat e veta.
sepse OPG-ja është ai organ që bën veprimin, çfarë procedurial të ndalimit dhe të arrestimit të personit. Policia mbikëqyr është si puna e përmbarusit. Përmbarusi është përpara dhe policia, nuk është OPG, ishin policë të cilët ishin vendosur. Ishin policë të cilët ishin urdhëruar, nga kush ishin urdhëruar? Kush urdhëroi policët? Në varësi të Altin Dumani urdhëroi policët. Po, normale, ta garantojmë ty. Do dali kjo gjë. Do dali. Partnerët ndërkombëtar nuk janë ato kalame që del Edi Rama dhe vendos një dispozit aty dhe thot që edhe presidenti pezullohet nga neni 242. E kemi diskutuar. Tani, partnerët ndërkombëtar din kush shumë mirë, kush arrestohet dhe kush dha urdhrin dhe kush firmos dhe pse firmose. Zhlima, një pyetje, kush janë skenarët që Balluku mund t'i apo mund të qëndrojnë detyrë? Jo, Balluku nuk është në detyrë tani. Për tani nuk është. Balluku tani për tani është në detyrë, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese ende nuk është zbardhur. Unë them dhe vendimi ai është shpallur, sepse nuk kemi diskutuar rëskaluar. Për imunitetin pritet interpretimit ta kesh parasysh. Po hyn në fuqi me botimin fletore zyrtare, pra nuk është botuar. Në fuqi personi ka marrë dieni dhe nuk shkel dot dhe nuk është në krye detyrë zonja Balluku. Kjo është e sigurt. E sigurt kjo? Po sigurt është zonja Balluku. Nuk është. Po kur thot gjykata kushtetuese hyn në fuqi pas votimit të fletore zyrtare. Do të thotë që ligjërisht mund të shkojë. Votimi në fletore zyrtare kupton gjë tjetër, ndërsa marrja në dieni kupton gjë tjetër. Okej, tani, lëm këtë. Mirë, kësaj po i rrim kështu siç thua sepse se pastaj më thotë mos e bë teknike. Tani po do ta bëjmë teknike. Flasim edhe për shpallje, flasim edhe marrjen në dieni, edhe pastaj flasim bashkë. Domethënë me gjithë kolegët avokat tu i hyn ndonjëherë neneve që domethënë kur më bëni mua lëm që kanë filluar të kuptoj unë nga nenet këtu se u bë gati një vit e gjysmë edhe ata ligjin. Po patjetër më po. Kushtetuta është e vështirë, Nuk është shumë e thjeshtë kushtetuta. Nuk e bëjmë nga televizioni këtë, ne le ta bëjnë qeveria me reforma fusit të drejtën kushtetuese në shkollë siç e kemi bërë dhe ne gazetarët, të drejtën kushtetuese. Kemi pas lëmë. Tani, a mundet që në një moment Rama ta riemëroj Ballukun në një post tjetër ministror? Pasi të shprehet gjykata e lartë që është gjykata e ligjit, edhe në rast se janë normuar. Shkon ka gjykata e lartë të shprehet? Tani duhet keni parasysh diçka. Gjykata e lartë është gjykata e ligjit. Ajo interpreton ligjin material dhe procedurial dhe shkeljet e tij kur bëhen nga organet të drejtësisë, që do thotë. Po kush do të thotë që është gjykata? Zonja Balluku derisa e ka në gjykatë të lartë, ajo mund të përdorje, pra vetë mund të bëjë një memo ose të bëj një shtesë të rekursit të saj, dhe thotë duke qenë në faktin se gjykata kushtetuese doli me vendimarrje, bëri një interpretim të tillë dhe çfuqizoi pezullimin që më kishte bërë gjykata kushtetuese, ndërkohë që unë isha në procedurën e rekursit ndaj gjykatës së lartë, unë kërkoj që gjykata e lartë si gjykatë e ligjit të shprehet mbi veprimin e GKK-s në shkallë të parë dhe në apel, lidhur me masën edhe ndalimin për të dalë jashtë shtetit, edhe ajo tjetër për pezullim të funksionit publik. Ndërsa tek pjesa e funksionit publik, aty nuk e ka kërkuar sepse ishte gjykata kushtetuese që pezulloi. Niveli i lartë dhe mbaroi historia. Ndërsa tek gjykata e ligjit, që është gjykata e lartë, ajo duhet të kërkojë nëpërmjet të përfaqësues të saj ligjor që të bëjë një shtim tek rekursi. Ja shtoj, çdo shtoj është pyetja. Jo, dështoj që do të shtoj tek rekursi se unë kam qenë në kushte të një situate që ajo më është penguar për shkak se ushtrimit detyrës, sepse jam marrë si individ, se këtu do jetë gjithë loja dhe Rama këtu do luaj lojën më të fortë. Këtë më shpjegoj, këtu është skenari pra që dua. Si individ dhe jo si funksionar. Pra, Gylseni nga avokati ka diferencë të madhe. Po patjetër. Por për shkak se Gylseni është edhe avokat, do të thotë që ato shkon bashkë në disa fusha të caktuara. Pra, kur shkoj në gjykatë, shkoj si avokat, nuk shkoj si Gylsen që jam palë në proces. Po. Pra do të thotë që ky interpretim duhet bëhet në gjykatën e lartë nga palët që të japi gjykatës lartë të kuptojë që tani duhet bësh një interpretim. Çfarë interpretimi? Që neni 242 aktuali ose me atë që duhet të jetë ndryshuar, si lidhet me individin dhe funksionin. Dhe këtë interpretim e bën vetëm gjykata e ligjit. Unë po pres me pa durim të lexoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse aty dua të kuptoj se si kanë menduar ato gjykatës kur kanë bërë interpretimin e kërkesës së kryeministrit. Sepse në rast se ata thënë dy gjëra, shiko tani sekreti. Ligjvënësi duhet pra normoj një dispozit mbrojtëse, kjo është gjë tjetër, dhe e dyta, ata mund të thënë nuk është kompetenca jonë të interpretojmë ligjin procedurial dhe material.
Po është kompetencë e gjykatës të lartë, sepse me ndryshimet, këtu është gjithë loja, me ndryshimet e 2017-ën, gjykata e lartë është vetëm gjykatë e ligjit. Dhe nuk është si gjykata e shkallës parë që është gjykata e ligjit dhe fakte. Skenari që ka mund pyetje është kjo. Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, po themi. Unë dua mos ta japi. Ti do mos ta japi. Nuk e jep, sepse do kemi mundësi të vi këtu të komentoj, të them, si ka mundësi një person që thoshte nuk do jem kur avokati i askujt, Partia Socialiste nuk mban përgjegjësi për asnjë, përgjegjësia është individuale jo partijake, hajnë pas shpinës time të tjerë dhe unë nuk mbaj përgjegjësi. Pra, këto kanë qenë fjalitë e tij. Për Beqajn, për Ahmetajn, për gjithë këta, nuk kanë qenë për mua. Pra do të thotë, si ka mundësi ky individ nga 2022 në 2025, kur Altini t'i dha spatën dhe Peshumir qa ndodhi, dhe pas 2025-ës në dhjetor e mori brau, tani pse a i thoshte, ishim mirë që ishim Republikë prokurorës 2022-2025, ndërsa tani që nuk kemi kaj shumë mundësit të tjera, sepse s'kemi këtë Fusimburg më, i bje të marim të gjithë të vjetër të Fusimburg se Shqipëria është shpopulluar pothuajse, tani duhet të kujtojmë që jemi republikë parlamentare dhe pse jo me këtë nen që kënë bëjmë edhe republikë presidenciale kopjo Turqinë. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk mos më ndryshoti mua, do shkojmë në Bashkimin Evropian. Jo zotri, me dëshirë dua të shkojmë në Bashkimin Evropian, je në Bashkimin Sovjetik dhe do rishet edhe disa vite në Bashkimin Sovjetik, derisa e ke këtë kryeministër akoma. Shumë e thjeshtë kjo gjë. Këtë duhet kuptojnë shqiptarët. Dhe unë habitem me ata njerëz të cilët kanë votuar këtë. Do ulet me Trumpin ose zotri. Po ça Trump do ulet tani në lera, tani ai po shkosi. Ai profesor, atë thash edhe një herë. Profesor i Shqipërisë. Gülseni është avokat, po. Është Gülseni individ, po. Po kur bashkojnë këto të dy, si shkoj unë në gjykat, sepse më kaftuar si pan, më kaftuar si pan. Kaftuar Republikën e Shqipërisë dhe Shqipëria është pal dhe Shqipëria përfaqësohet edhe nëpërmjet këtij kryeministri. Si edhe nëpërmjet. Po edhe nëpërmjet këtij vëlla, çfarë të bëj? Ai është kryeministri. Ai është kryeministri. Unë kam votuar atë. Ai është kryeministri. Nga ajo sa asamblea aty ka kërkuar arrestimin e të gjithë politikanëve kundërshtarët e tij politike dhe brenda Partisë Socialiste. Ta jo figura që të më para. Por edhe një po të sjaroj të lutem. Po ta mbron nga pezullimi Ballukut ti thua arrestimin. Ai në kontradikt me veten e tij, sepse ai thoshte drejtësia e reformuar, kjo asamble ka kërkuar arrestimin e Ilir Metës, Berishës edhe të kushdo nga këta që nuk do bënte avokata atyre asnjëherë në kjo asamble. Po të marrësh. Për të vetët ai për avokatin, e kishte për të vetët. Edhe për atë vetët edhe për të tjerë, mos ke merak. Meta dhe Berisha ishin të vetët. Se kanë qenë të vetët në koalicion kur pas, edhe kur bën një reformë kështu zgjedhor bashkë, të vetë janë, kur bën paktin vet. Zhlima. Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, po supozojmë tani, cila është mundësia që Rama, edhe nëse pezullimi, sepse ngel në fuqi po themi, e riemëron në një ministri tjetër, dikaster tjetër, në kabinetin qeverisë. Ajo mund të emërohet pasi të normohet ligji. Në rast se me këtë ligj aktual ajo nuk mund të emërohet, se përsëri do pezullohet. Do pezullohet përsëri? Po, përsëri po nuk u normu ligji. Ndryshimi. Pra që ty në fuqi ligji i ri. Ky duhet futet në fuqi dhe pastaj sapo të futet në fuqi, ai mund ta emëroj përsëri. Mund ta emëroj. Po, mund ta ka mundësi. Nuk e ka problem. Okej, regjia, lutem kalo pak me foton e Spakut, atë foton e Spakut siç kërkon ta diskutoj edhe këtë çështje të fundit dhe ta mbyll dhe me Gülsen zhlimën. Diskutim interesant që do bëjmë tani në fund. Tani, çfarë kërkon Spaku? Mos reago ashtu zhlima, situatat këto janë. Më çudite. Mos u çudit. Regjia e kemi foton, duhet të ketë kaluar montazhi. Çdo qytetar ka nxjerr Spaku sot një njoftim, thot mund të paraqes një kallëzim pranë Spak për hetimin e veprimtarive kriminale që lidhen me korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar. Kallëzimet mund të dorëzohen përmes postës në adresë tek adresa e Spakut. Tani, korrupsioni i lartë i nderuar, mundet një person të denoncoj një prokuror të Spakut dhe kryesisht të nisë hetimin ndaj prokurorit të Spakut, kush e bën? Vetë prokurori i Spakut që duhet të ngroposi kolegun e tij. Ndodh në këto kushte që jemi sot? Jo momentalisht. Pra, në rast se vim në këto kushte, atëherë unë do filloj të dyshoj që po funksionon ka diçka në këtë republikë. Nuk të duket Pra, kur prokurori i Spakut nuk mund të kallëzohet nga një qytetar i thjeshtë, se i qenë bandat pastaj,
Se beson këtë? Mirë, se beson këtë. Dhe konspirohet kallëzimi i qytetarit. Po normale, pse ti çfarë mendon? Po ky Duman që është dëshmitar sekret, pse doli edhe nga sekret u bë dëshmitar i vërtet? Po ajo tjetra që ishte Erion Velis, po bashkëpunëtori i drejtësisë thuhet sekret. E ketë ligj, mbahet sekret. Pse duhet të dilte emri i tij? Mbahet sekret? Po, nuk e di ti këtë? Nuk e di ti këtë? Edhe te ligji i posaçëm, edhe te ligji i prokurorit të përgjithshëm, emri i tij mbahet sekret. Pse duhet të dilte? Hë? Jo, më nuk po të përgjithshëm. Po të dëgjoj ti. Pse duhet të dilte që njëra nga ekonomistët e Ajolës ka kallëzuar edhe është bërë dëshmitar i drejtësisë? Pse duhet të dilte? Mos e kanë nxjerrë ndonjë avokat, nuk e di. Jo, nuk ka lidhje, më vetë prokurorit e kanë nxjerrë zotëri. Dhe kush do jetë qytetari thjesht të kallëzoj një prokuror të Spakut që bën dallaverna për hotele djathtas majtas jashtë vendit? Edhe është i ndikueshëm. Kush do ta bëj kallëzimin këtë? Kush prokuror do të jetojë këta? E ma thuaj ti mua. Po nuk u kallëzuan njëri me tjetrin, fillon të hajë njëri tjetrin. Pra, e kupton çfarë po them? Çfarë po thon ky? Pra të gjithë tjetrin që kemi djalli dhe këta që kanë shejtor që bën orgjira jashtë shtetit, dëgjoj mua këtë fundit të them. Ke informacion për këtë? Orgjira jashtë shtetit. Ke informacion për këtë? Jo, unë ata që të cilët i përdorin do t'i nxjerrin. Se ti ta dish, ta kesh parasysh diçka. Ata që të përdorin, një ditë t'i nxjerrin. Pse? Se i përdorushëm. Dhe ti je në presion, je në kanosje. Po më bën historinë e Spakut dosje Epstein. Po më bën. Ky është një njoftim i Spakut, zgjënjën prokuror që janë drejt ndarjeve. Spiun pa dosje të regjistruar Spaku me këtë njoftim? Spiun pa dosje të regjistruar bashkëpunëtor. Spaku ka mbaruar në momentin sa po është themeluar, unë këtë di. Unë po ta them me plot bindje. Spaku zotri ka dështuar. Komentoni nga mjes deri në darkë. Prandaj trembën pezullim edhe? Çfarë trembja janë këto janë thjesht. Spaku ka luajtur politikë që zoti Rama të jetë viktimë sot zotri. Prençi ka bërë nder Edi Ramës që Rama të normoj këtë për veten e tij. Prençi. Kjo është dhuratë e Dritan Prençit, prokurorit të Spakut. Kjo është dhuratë e Altin Dumanit, që e mbajti dosjen e Ballukut nga 2021 edhe zvarriti në 2025 me fakt konkret. Dhe ky është një mashtrim i prokurorëve të Spakut, të cilët nuk janë ban të bëjnë atë që duhet, ta ndalojnë personin që dyshojnë dhe të shkojnë të japin mas sigurie edhe jo të luajnë politik ashtu si luajti prokurori Prençi bashkë me Altin Dumanin duke e bërë pezullimin e kësaj zonje dhe futfare. E mori Sali Berishën, e mori të Pandeu, Sali Berishën e mori në detyrim paraqitje dhe me Belinda Balluku që dyshohet që pas ka bërë namin me miliarda, i thot, hajde detyrim paraqitje, në fund fare për kërkoj unë arrestimin tënd, kur kërkoj Saliu nuk zbatoi masën e detyrim paraqitjes dhe e futi në arrest në shtëpi. E kupton në cilën drejtësi mashtruese je. Administrata publike. E kupton në cilën mashtrim publik të drejtësisë jetë e Edi Ramës. Kjo është drejtësia e Edi Ramës që ambasadorët, ku janë ambasadorët të flasin që politikanët duhet jenë të barabartë përpara ligjit? Ke pa në një ambasadë të dalit ti? Po më lë të bëj pyetje. Zero. Po ndaj po themun se ti këtë gjë nuk po kupton. Administrata publike në Shqipëri është kërkuar gjithnjë që të bëj kallëzime për veprimtarinë. Kallëzoj vetëm. Po një sekond. Kallëzoj vetëm dhe ta shikojmë si skenar si të duket. Se dhe policia nuk bën referim mjaftueshëm kontrolli. Po s'ka bërë me kontrolli lartë. Po kur ti e pe që ai tjetri dyshohet, nuk them që e ka bërë. Dyshohet që pas ka bashkëpunuar me një person për tenderim dhe ka qenë krye policë Tiranë, dyshohet, nuk them që është. Pyetje, zhlima. Ti më thu tani mua. Po nuk më le të bëj pyetje, nuk e bëjmë dot diskutimin. Më lër të bëj pyetjen. Pyetja është kjo. Administrata akuzohet që nuk referon mjaftueshëm në prokurori. Politika po kërkon ta pengoj hetimin e Spak. Cila politikore? Rama me kërkon dora e qytetarëve. Berisha me telashet e Spaku. Meta me telashet e Spaku. Ky tjetri se ka emrin Erion Velia atje, Beqaj atje. Të gjithë këta atje me telashe. Cila drejtësi thua ti këtë të çojmë edhe Zotin do të çojmë ta pezullojmë dhe ta arrestojmë. Vetëm këtë do bëj Altin Dumani fund fare. Sa politikanë. Edhe njerëz, të gjithë i kenë në zyrë të Spakut zotri. Të gjithë i kenë. Të gjithë vënë valla. Edhe njerëzit e Ramës. A kanë detyrim, a kanë shpjegim për ato? Të vënë, të vënë. Ta petë shtrojnë për ditë. Pra e ti e mendon këtë gjë sepse është mlefi popullor që kërkon këtë gjë. Po nuk e dini faturat popullore, shiko Begeti.
Shiko Begeti, kur të vinë faturat... Pa ishte vendim politik o zhlima tani se kërkonde ta mbyllte. Fatura që do t'i vinë këti kombi. Nga kjo Godin, nga kjo Godin që është Godina më e keqe në aspektin procedurial. Vetëm mos ta vuani dhe vetëm mos të futeni atit ajo Godina. Pa ajo Godin është Godina që i ka bërë këtit kombi gropën. Dhe po ta them, jo tani, po pasa... Më thuaj mua, kush është interesi im... Më dëgjoj pak. Kush është mu interesi im që përflas kundër kësaj Godine këtu? Nuk e di është dhima. Nuk e di është perceptim, ndoshta e ke qytetar. Kur kam dalë te ty, isha avokat i Ilir Metosu? Nuk e qenë, ke pas një perceptim. Kam qenë apo nuk kam qenë? Kundër ke qenë. Kam qenë kundër kësaj po. Që fillimet e tua? Unë nuk duhet të ndryshoj të thojë që kjo Godin pas ka bërë punën e mirë. Dgjoj, ti nuk e ndryshoj dot, pastaj sepse... Po një sekond, po pse lavazhierët që nga mjes deri në darkë i bën lavazh spakut dhe sot dalin në televizion të caktuara dhe shajnë spakun? E shajnë! Ndërsa unë e kritikoj dhe them, ta do t'i bëjnë gropën ekonomike të këtij vendit dhe i ke këtu autorët e vërtet. Ai djali që vrau atë gjyqtari është prikishja nga kjo dora këtu. Pse nga kjo dora këtu? Po, se kjo dorë këtu, ai tjetri që kishte borxh, ai Altin Tuma nuk e priti dhe ai vrau vetën te dera aty. Ai e bëri. Se nuk e priti qytetarin në zyrë. Politikanët që kanë vjedhur Shqipërinë, o zotëri, do duhet përballen apo jo me drejtësi. Do duhet përballen me ta apo jo. Gjë më të rëndë, po ta them me vedi po ta them, prandaj po i bi tavolinës. Me vedi po ta them. Atëre. E po them, kjo Godin po i bën gropën shqiptarëve sepse nuk pati guximin të priste qytetarin që vishin djersën, shtëpinë, familjen. Ky ishte që se priti edhe ai vrau vetën. Mbajti përgjegjësi dikush. Zero. Zhlima. Kjo është Godina që këtë komb do ta çoj 500 vite mbrapa edhe ka çu 500 vite mbrapa. Ta garantoj amerikanët, prandaj më të bëje. Ta amerikan ku ka amerikan më. Jurikim, ai ishte Jurikim. Ku është sot Jurikim? Ku është Jurikim sot? Mandati, iku të tjerë. Iku tani papanicën e popullit shqiptar. Ka të tjerë. Edhe njerë tani papanicën e popullit shqiptar. Me mandat. Prandaj po ju them, edhe njerë po ju them. Dhe kjo është e vërteta dhe po e them qytetarëve shqiptar. Kjo Godin nuk priti një qytetar dhe e vrau. Quhet vrasje. Nuk kupton çfarë po them. Kjo quhet vrasje. Jo vetë vrasje që bëra ai qytetari atje. Po flasim për rastin mikrokreditive. Okej? Po. Në rregull. Dgjoj. Thash dhe njerë, pa mëkate kjo histori nuk është. Edhe njerë po të them, ai qytetari vrau veten, ai nuk e priti te zyra. Mos them çfarë priti. Zhlima. Mirë, le të komentoj dhe të analizoj se çfarë doj qefi kush doj. Po kjo Godin po i bë gropën popullit shqiptar. Nuk merret me krimin organizuar. Po ta kërkon më burr. Qa po të kërkon? Zero të kërkon. Zero. Kush jetoje të dosje? Zero. Spaku po të merret me krimin organizuar dhe paralelisht korrupsionin, do i bëjnë nder këtij vendit. Duke bërë si ku po merret me korrupsione, zero nder këtij vendit. Ta garantoj unë ty këtë. Krimi organizuar është një kërkesë e Shteteve të Bashkuara. Nuk janë ban. Asnjë nga 20 shejtora aty brenda nuk janë ban. Kush i fut brenda me dosjet e Sky CC, futa unë dhe ti. Asi gjë kanë fut statistika dhe pat si kanë dalë vendet e tjera kanë thonë këto janë statistika. Kjo Godin do bëjë vrasje, kjo Godin po krijon atë që unë them vazhdimisht, vrasjen e buxhetit të shtetit, si vrasja atij qytetari që vetë vrau veten sepse kryeprokurori nuk e priste. Arreston policia, kjo është e vërteta. Kjo është Godina që do të çojë këtë vend drejt një dështimi total financiar. Ky është pretendimi i avokat Gylsen Zhlimës, i cili me kritika që në nisje të tij në dalje të publike ka qenë kritik ndaj spakut, her pas here me doza, le të themi më të lehta, her pas here me doza më të rënda, sot ndoshta edhe me doza shumë më të rënda. Është mendimi i avokatit, është mendim si qytetar, si profesionist. Sigurisht në historinë e spakut ne kemi parë që mendimet ndahen të formave të ndryshme, disa e mbështesin, disa janë më neutral, disa të tjerë janë kritik shumë të mëdhenj. Do duhet ta pranojmë për sa kohë dhe qeveria për çështje të caktuara i kundërvihet, le të themi, drejtësisë. Kjo sigurisht do duhet pranohet dhe nga individ të ndryshëm. Sigurisht mirë pranohen të gjitha mendimet këtu në sken krimi, kështu që jemi të hapur për çdo lloj diskutimi.
Mirë, si që thash në lidhje direkte kemi Gent Prognin, ekspert IT pra të informacionit dhe teknologjisë, ku ne do trajtoj çështjen e Akshit. Prognin, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Duke qenë se është një nga, le të themi, nga ato çështjet e nxehta, të nxehta pra çështja e Akshit, realisht ky si institucion, Prognin, në çfarë gjendje ndodhet sot që flasim? Them drejtën, ky institucion ka qenë gjithmonë në gjendje të keqe. Nuk është se ka ndryshuar situata tani. Institucioni është përdorur më shumë për të gjeneruar para se sa për të kryer punë. Dhe kohës fundit dje se Okej, jemi okej. Kohën e fundit, them drejtën, ka pasur probleme shumë mëdha. Po duke qenë se shumë media kanë marrë para nga Akshi, nuk shkruajnë dot. Edhe di që ka pasur probleme edhe me punojësit, sepse do të themi një të vërtetë. Që është? Shumë tendera që janë bërë nga Akshi janë sisteme të ndërtuar nga punojësit me rrogën e shtetit, por janë tenderuar sikur i kanë bërë kompanitë e jashtme. Dhe kompanitë e jashtme në shumicën e rasteve kanë marrë lekët pa bërë asgjë. Pra, po më thua që le të themi një pjesë të sistemeve të ndërtuara apo mirëmbajtjet mund ta bëjnë dhe punonjësit e Vetakshit, pa pasur nevojë për tenderuar. Jo mund ta bëjnë, e kanë bërë ata. E kanë për detyrë ligj, është pjesë le të themi protokollit institucional që duhet ta bëjnë? Jo, s'më kuptove. Punonjësit e Akshit kanë marrë rrogën si punojës të Akshit, por kanë bërë punën që janë paguar kompanitë e tenderave. Po pra, Prognin, pyetja ishte që këta e kanë për detyrë ta bëjnë punonjësit Se kanë për detyrë, pra këtë po them. Nuk e kanë për detyrë. E kuptova. Por për shkak se kanë qenë punë aty dhe për mos i hequr nga puna, janë detyruar që të bëjnë detyrat e kompanive që kanë marrë tender. Me qartë. Kur thua që Akshi nuk ka qenë në një gjendje të mirë edhe më përpara, në ç'kontekst kontekst e thua? Në këtë kontekst që të çështjes të tendrave apo të menaxhimit në tërësi të sistemit të dhënave? Shiko, është e gabuar që nga dita e parë që ka nisur Akshi. Në 2009. Akshi ka nisur në 2009 e diu domethënë. Po, 2009 ka qenë drejtues një nga ish drejtuesit e Partisë Demokratike. Gens Polo ka qenë angazhuar te kjo histori. Ka qenë Gens Polo, pas Gens Polos ka qenë dikush tjetër, që ka qenë drejtuesi i Akshit, ka qenë, mos gaboj, numri 2 apo kryetari i PD-s së Vulës, ku diun se si ta etiketoj tani. Endri s'po më vjen emri tani. Okej. Por ka qenë numri 2 tek Lulzim Basha, edhe që ditën e parë që ka nisur Akshi, ka qenë i gabuar në koncept, sepse në të gjithë botën njihet që qëndërzimi i të dhënave është i gabuar. Duhet të kesh në gjuhë teknike lera të ndryshëm, që të kenë hapësirë networku, që edhe nëse ka ndërhyrje të jetë e vështirë për të marrë të dhëna. Dhe kryqëzimi të dhënave sjell gjithmonë probleme. Pra po sidomos kur është në dorë i Olbene i ka të grumbulluar apo themi? Po. Pra, koncepti i fillimit ka qenë fillimi i gabuar. Pastaj fillon gabimi që në ndryshimin e qeverisë, ku u mendua më shumë për të dhënë zgjidhje teknika online se sa për të bërë sigurinë të dhënave. Pra, ti nuk mund të grumbullosh një të dhënat dhe pastaj ti të sigurosh. Dhe kjo gjë ishte hapi i dytë i gabuar. Dhe hapi i tretë i gabuar ishte që në vend që të merren ekspertët apo kompani që kishin vite në treg, u hapen kompani nga kushtyritë e ministrave, zëvendësministrave, drejtorave, kompani të reja, të cilat morën pastaj tendra miliona dollar. Në vend që të merreshin kompani të certifikuara jashtë, u morën kompani shqiptare që kishin aktivitet më pak se 6 muaj në treg. Progni, dhoma amerikane e tregtisë,
Dhoma Amerikane ndje se po të ndërpres, por për të vijuar konceptin e asaj që ju po thoni, Dhoma Amerikane e Tregtisë jo më larg se para pak ditësh bëri një reagim dhe e nis me Bene që nuk po marrin shërbim bizneset amerikan apo dhe individët amerikan të përfshirë aty dhe zbret pikërisht kjo që u thash që shumë kompani amerikane, të cilat janë të licencuara dhe kanë menaxhuar dhe të dhënat e qeverisë të Amerikës, pra Shteteve të Bashkuara, janë përjashtuar nga gara ose nga tendera, për të marrë pjesë në tendera. Ndoshta edhe me kosto më të ulët, thot Dhoma Amerikane. Po kur ka 3 vite që flitet për këtë gjë, pse nuk reagoi? Kush ka folur 3 vite? Vetëm ju? Po ka 3 vite që unë flas, e kam çuar dosjen në SPAK, po thuj se 90% atyre që janë arrestuar, unë i kam thënë në konferencat e mia para 3 viteve. Për shembull, kjo historia e çokollateve unë e kam çuar në SPAK para 3 viteve, edhe me fatura të printuar. Si e zbuluat? Dhe SPAK-u nuk ka pasur. Hetimet tuaja, personale, okay. Rrim këtu. Shiko, aq cop sa ishte sistemi i gjeje të dhënat me Google Search, them drejtën. Mjafton të bësh Google Search edhe të dinin fatura dhëna pafund. Ka që thjesht të zbuloje këtë korupcion? Ka qenë aq e thjesht sa nuk i ke ide. Dhe kur e sheh pastaj që prokurori që kishte dosjen për 3 vite fleti gjumë, kur e sheh që brenda SPAK-ut dilnin të dhëna që Genti është blerë, është shitur, ta lëm këtë dosje, në vend që nuk kishte nevojë as të hetonte realisht, sepse i kishte gjithë faktet aty. Nuk kishte fare nevojë të hetonte, vetëm të vërtetonte që këto dokumenta që kanë ardhur janë të vërteta reale apo jo. Kaq dhe mjaftonte pastaj dhe nuk janë 10 milionë euro çokolata, po janë 40 milionë euro. Si çokolata? 40 milionë janë faturat? Fatura fiktive, të cilat edhe ky që sot pretendon që është marrë pengë dhe është keq trajtuar edhe hiqet si viktim, ka qenë një nga abuzuesit më të mëdhenj të tenderave të aksit. Geron Meçe. Geron Meçe, edhe ky shofer i famshëm, Daniel Shima, se du ta dim edhe historinë e Daniel Shimës. Daniel Shima ka qenë shofer. Nga shoferu bo drejtor networku, nga drejtor networku bo zëvendës drejtor i akshit. Përdurusi kokainës, ndjes, përdurus kokaina, alkoholist, PGSG, dhe mashtron të kompanit, 3 kompani në të njëjtin tender, ju merrte 8 rejave 30% për të fituar tender. Po kush e fitonte? E fitonte njëra dhe i premtonte tender tjerë atyre 2 tjerëve që kishte marrë para. Po këto janë në dosje të SPAK-ut këto mendon? Sepse unë i kam çuar, shiko, ajo dosje ta thash edhe një, ajo dosje është dosja ime që kam çuar, pavarësisht se në Shqipëri nuk përmendet asnjëherë emri atyre që realisht kanë luftuar. Ju jeni kallëzues të paktën nga dokumentacioni që të paktën është konsultuar, ju keni bërë kallëzimin pra në 2023 që ka bërë shtypjen. Po. Okej, atëherë sipas kësaj, domethënë janë marrë për referencë dokumentat që ju keni çuar, hetimin që ju keni çuar. Po themi, në këto kushte. Po, por 3 vite pasi është bërë kallëzimi dhe në momentin që u ndryshua prokurori. Se duhet të thuhen gjitha këto. Kush e mbajti peng nga prokurorët? Kush e mbajti peng, po thuat dosjen? Prokurori që kishte në fillim, Elvin Goga më duket. Elvin Goga është nga prokurorët. Po. Nuk e çoj përpara si ti po thua. Shiko, unë kam marrë kërcënime me jetë pasi kam bërë këtë kallëzim. Më është vendosur dhe GPS makinë të bashkëshortes. Më kujtohet ky rast që keni denoncuar? Më është kërcënuar dhe djali me jetë. Dhe realisht kur kam pasur takimin e parë me prokurorin, më ka thënë që për çdo lloj shqetësimi që ke të lutem më kontakto. Dhe pas
Pasi kam bërë kallëzimin e kam kontaktuar disa herë dhe është treguar në mënyrë nuk e di, domethënë më çnjerëzore që mundet, që as përgjigje nuk më ka kthyer. Pra, mirë, okay, s'ka pasur kompetenca për t'i marrë këto gjëra përsipër apo për të marrë ndoshta edhe një kallëzim të ri apo një deklarim të ri nga unë, po të paktën mund të kishe kthyer një përgjigje që gent shiko s'kam ç'a bëj, apo një arsye tjetër ku di unë. Pra një prokuror që më shkon gjithmonë mendja që ka qenë pjesë e sistemit, edhe e kam mbajtur me qëllim atë dosje pa hetuar për të zgjidhur gjëra të tjera pas. Pse pikërisht tani kjo dosje? Përse mendon, ka rreth 2 muaj po themi që u bë publike, domethënë paktën ne kemi lexuar vetëm ato nga masat e sigurisë, një pjesë të dosjes që na del dhe 10 milion për këto çokolata që ju thoni është 40, siç keni parë. Faturat përse tani? Është luftë e hapur Belinda Balluku me Edi Rama. Balluku ka impakt tek prokurorët e SPAK-ut që ndikojnë në këtë dosje? Po mos kishte plasur kjo luftë, më beso as nuk do hapej kur dosja është. Ka hermetike do duhet ishte kjo çështje? Po shumë e thellë se sa është publikuar deri më sot. Shumë e thellë. Domethënë ne do duhet të presim për të parë çuditëra? E te kalon këto vlerën që është përfolur rreth 300 milion euro kam përshtypjen abuzimin ose tendrat e bërë në këtë se kaq në total gjithçka çfarë lidhet me akshin, se duhet kemi parasysh dhe diçka tjetër që jo çdo tender është bërë nga akshi. Pra dhe ministritë e tjera kur kanë bërë tendra, kanë pasur grupin e firmëtarëve nga akshi. Pavarësisht se nuk del si tender i akshit, po e ka vendosur akshi se kur duhet ta marrë dhe si duhet ta marrë. Dhe çfarë vlerë duhet të ketë. Kështu që unë mendoj që mund të kapi dhe vlerën 1 miliard euro në total të gjithë tendrat e firmosura nga grupi i punës së akshi. Okej. Ku janë të dhënat e shqiptarëve sot? Kur them ku janë të dhënat, akshi ka grumbulluar, se ne e folëm në fillim, ju e thatë në fillim që grumbulloi të gjitha të dhënat, i bëri në një sistem të vetëm edhe, po sot ku janë të dhënat? Kur them ku janë të dhënat, çfarë ndodhi mbas hakerimit? Të dhënat e shqiptarëve, vlla që ta dish, kanë qenë gjithmonë në servrat e kompanisë së Gërën Meçës. Gjithnjë aty. Servrat e patronazhimit kanë qenë gjithmonë tek kompania Pronet SPK. Po nuk duhet të jenë shtetërore në pronësi të akshit, lind pyetja, se janë dhe ca pyetje teknike që unë ti bëj për ta kuptuar bashkë me qytetarët. Pikërisht pra, këto janë gjërat që janë më të mëdha se çfarë flitet sa. Për shembull, po t'jap një ekskluzive, e kisha lënë që ta them në një podcastin tim. Arsyeja pse unë kam folur realisht për dhënat e shqiptarëve ka qenë frika se do duplikohen apo do krijohen identitete të dyfishta apo të reja që nuk ekzistojnë nga këto dhëna. Dhe çdo të thotë kjo si bëhet? Po nëse ti ke një personi emër mbi emër, atësi, ID, datëlindje, numër ID-e, po gjitha, po. Çdo dhënë, ti mund ta duplikosh. Pra me pajisje që printojnë karta identiteti në cilësi maksimale, ti mund t'i duplikosh identitetin dhe të lëvizësh në gjithë botën me identitetin e tij. Dhe kemi pasur raste edhe të njerëzve që unë njoh, që kur kanë udhëtuar jashtë, kanë dalur që personat e tjerë kanë përdorur identitetin e tij për të lëvizur jashtë kufive të Shqipërisë dhe kanë pasur probleme në kufi, janë mbajtur nga 2-3 orë deri në verifikimin e kësaj gjëje. Por ajo që është më problematike, që jo më larg se para 2 muajsh, po, në një nga
podcastet më të famshme në botë, Diary of CEO, pra ditari një CEO, është një agent e FBI, e cila tregon se si po hetonte në New York një band shqiptarësh që prodhonte certifikata lindje dhe karta identiteti dhe pasaporta origjinale për terrorista për të hyrë në Amerikë. Dhe kjo është pikërisht ajo që kam bërtitur unë për 3 vite, që do ndodhi, po ne nuk do e dim, sepse do jenë aq të kamufluara sa vetëm nëse një shtet tjetër në botë mund ta hetojë. Dhe rezulton që janë arrestuar disa shqiptarë në New York para pak kohë, pikërisht për këtë gjë që prodhonin jo identitet falso. Po identitet të shqiptarëve janë, po nga të dhënat e shqiptarëve? Më falë, nuk prodhonin identitet apo duplikim, por prodhonin certifikata lindje origjinale, po, me emra të personave që ekzistojnë në Shqipëri, po me foto të personave tjerë, identitet real në Shqipëri, po për dikë tjetër, dhe pasaporta dhe karta ID origjinale, me të gjitha parametrat origjinale që duhet të ketë një pasaport. Kjo pastaj është të rrezikshme. Pra, është shumë e rrezikshme, sepse ata njerëz dyshoheshin të gjithë për terrorizëm. Pra gjëja nuk është thjesht u vëllën disa tender, është shumë herë më e madhe se sa u vëllën thjesht tender. Sa shtrenjtë mund të shiten këto të dhëna sot? Nëse janë në servera privat. Kushtojnë? Shiko, kushtojnë miliona euro. Po nuk është vetëm shitja, është edhe bashkëpunimi mes grupeve kriminale, sepse jo çdo gjë është e bazuar mbi para. Grupet kriminale funksionojnë edhe për gjëra më të mëdha se sa paraja, për pushtete, për influenca, për zgjidhje të problemeve që kanë për të lëvizur në vende të ndryshme, kështu që prandaj them është shumë herë më e madhe se sa thjesht ato para taksës paguesve shqiptar. E kuptoj këtë pjesë, e kuptoj pjesën e të dhënave. Një nga denoncimet që ka qenë, le të themi që ka qenë pretendim i një prej të ftuarve që unë kam pasur këtu, ndoshta avokat ka pretenduar që kur u bë çështja e vetingut, ndoshta një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ju është mundësuar parimisht, domethënë përpara se të hynin veting, fshirja ose heqja nga sistemi e një pjesë të pasurive të tyre të regjistruara, dhe pasi kanë kaluar vetingun i është bërë rikthimi. Është një pretendim që qëndron, ka qenë e mundshme kjo për të bërë në aksh? Ka qenë shumë e mundshme, biles ka qenë aq e mundshme sa edhe shumë emaile të zyrtarëve të KLP-s, edhe mos ka poj KLP-ja dhe ka qenë dhe një institucion tjetër që merr me vetingun, ka qenë kontrollin. Po, KPK-ja, po, ka qenë KPK-ja. KPK-ja. Po. Emailet e tyre janë fshirë, janë hakeruar, janë dërguar emaile falso nga emaile falso. Të më thonë nga adresë zyrtare, janë dërguar emaile sikur gjyqtarët kanë folur për njëri tjetrin, edhe kanë dërguar të dhëna të gabuara që të përdoreshin në veting për të hequr gjyqtar nga sistemi dhe prokuror. Okej. Ky është një tjetër denoncim të cilin të paktën unë nuk e kam dëgjuar. Ky është denoncim që unë e kam bërë para 2 vitesh, them drejtën, po. Gent, shiko, ka një problem se ti ke denoncuar shumë dhe nuk ti mbajmë dot gjitha mend tani. Do të kërkojmë ndjes. Problemi nuk është aty, them drejtën, problemi është që disa media nuk i kanë dhënë rëndësi me qëllim, sepse është një kompani Lespot, e cila merr me menaxhimin e reklamave të shumicës së bizneseve në Shqipëri, edhe të akshit, e cila ndikonte të faktuara me prova që Genti nuk duhet të dilte në asnjë vend, biles janë paguar para që lajmet e vjetra të Gentit duhet të fshihen.
Mirë, kjo ka qenë e mundshme, do ta pranojmë për sa kohë ju thoni që është marrë tenderi edhe nuk është bërë puna nga punonësit, kështu që para ka pasur dhe për ta bërë këtë punë Gen, nëse historia ka qenë kështu, ju jeni person i përgjegjshëm edhe mbani përgjegjësi për ato që thoni, kështu që unë e vlerësoj këtë pjesë. Në rrjetet e mia sociale një dokument të dalë nga vetë Lespoti, e cila tregon për çdo vit buxhetin që ka marrë nga Akshi për të bërë PR-in në televizion edhe media në Shqipëri, dhe buxheti ja kalon edhe kompanisë Vodafone, e cila ishte kompania me buxhetin më të lartë në Shqipëri për reklama. E kuptoj. Okej. Progni, një pyetje. Rëndësia e dosjes së Akshit në duart e SPAK krahasuar me dosjet e tjera, që ju i njeni dhe politikës. Ndjes, kam një shkëputje. E ribëj dhe njëherë pyetjen, nëse më dëgjon tani? Jo, më shkëputet. Okej, atëre, po thoja, rëndësia e dosjes së Akshit në duart e SPAK në raport me të gjitha dosjet e tjera të cilat SPAK i ka hetuar apo i ka në hetim. Si që ndron? Se di them drejtën të jap një përgjigje reale për këtë, sepse duke qenë se merrem me teknologji më dhe më shumë kjo se sa dosje tjera. Por mendoj që vetëm me denoncimet e mia qeveria duhet kishte rënë 3-4 herë. Sepse gjërat janë shumë herë më të mëdha se sa publiku i percepton. I shkon dot SPAK-u deri në fund aty ku ti ke kërkuar që ti shkoj? Po ju marr juve për referencë? Ndjes, po më shkëputet prapë dhe nuk më... Jo, kjo është pyetja, atëherë pyetja e fundit është Gent edhe që edhe e mbyllim këtë histori, të diskutimi sigurisht do kemi mundësi të tjera për ta diskutuar. Pyetja është kjo: a ka mundësi reale SPAK që t'i shkojë deri në fund historisë e hetimit të Akshit sipas asaj që juve keni denoncuar apo kërkuar? Po law the money. I ke sot drejtorin e ri të Akshit, i cili është pjesë e asaj dosje. Ju e keni kallëzuar, kam përshtypjen. Pra po thoya që ju e keni kallëzuar dhe drejtuesin e ri të emëruar. Po e kam kallëzuar unë për shpërdorim detyre dhe për mosbarazi të tenderave, për të njëjtën akuzë që edhe Mirlinda Kaçanaj sot është në hetim, është edhe ky drejtuesi i Aksesk, apo drejtuesi i tanishëm i Aksit, i cili ka abuzuar me detyrën dhe në kohën kur ka qenë aty. Duhet të themi dhe një gjë që është shumë e rëndësishme. Çdo abuzim teknik apo ligjor i Aksit ka qenë përgjegjësi e Akseskut për ta kontrolluar dhe për ta monitoruar. Kështu që nëse ne pranojmë që ka abuzuar Akshi, automatikisht pranojmë edhe që ka abuzuar Aksesku. Dhe tani ne kemi atë që duhet të ishte i dënuar bashkë me grupin. E kemi drejtor Akshi. Dhe kemi një person i cili po të hapni fushatën e bashkisë Tiranë. Më fal, kush ishte kandidatja e PS-s, nuk më vjen emri. Për bashkinë? Së fundmi? Po, tani quan Gerta Manastirliu. Bravo, po të hapni fushatën që bëri Gerta Manastirliu në Facebook, e shihni drejtuesin e ri të Akshit në të gjitha takimet e saj. Pra, kemi një drejtues që është patronazhist, që ka në dorë të gjithë databazat e Shqipërisë për të bërë një sistem edhe më të mirë patronazhimi për të ardhmen. Okej, po mirë, sa i funksion politik, do më thënë mbështetje politike, orientim politik është do natyrë, ama e mëroj, duke qenë se është në varësi të asaj, ju sigurisht keni të drejtë kur thoni për çështjen e sistemeve. Pyetja e fundit Gent Progni përpara se ta mbyll është kjo. Realisht, kaq shumë miliona euro kërkojnë tenderat apo le të themi procedurat e këtyre për ndërtimin e sistemeve për mirëmbajtjen e të dhënave dhe për sigurimin e të dhënave të shqiptarëve? Ani, realisht, mbrojtja kibernetike është gjithmonë e kushtueshme. Po? E kam thënë gjithmonë që kur ti publikon që po bën një gjë të madhe edhe po je para roja e shumë vende të Europës në teknologji, kur fut AI në tjerë, kjo reklam që bën
automatikisht ndez shumë red flag, pra flamuj të kuq për hakerët në përbot, të cilët interesin parësor e kanë që të hakerojnë, të marrin të dhëna dhe të prishin punë apo të kërkojnë dëmshpërblim. Dhe dalja me kaq pompozitet për të publikuar që ne po bëjmë këto sisteme i Albania, Shqipërinë digjitale etj, ka sjell edhe këto pasojat e tjera. Dhe kur hakerat ndezin ato sinjalet për të sulmuar, normalisht edhe kostot do rrizen shumë. Dhe mendoj që ka qenë strategji shumë e gabuar për të reklamuar, apo si gjithmonë në Shqipëri ndodh e tillë që reklamohet diçka edhe pa e bërë fare. Pra është strategji PR-i që të tregosh madhështi si kur po bën namin, po ndërkohë s'ke bërë asgjë, sepse u vërtetua që realisht s'kan bërë asgjë. Dhe kjo automatikisht do rrise shumë kosto. Dhe rritja e kostove në sigurinë kibernetike është e pa limit. Pra nuk ka limit kosto për të ruajtur dhëna. E qartë, do shta se vlerësojmë dot. Këtë po them, sepse ti asnjëherë nuk e di se kë ke armik. Pra nëse ke Rusin, Iranin, një vend tjetër, është shumë e vështirë ti me buxhete 500 milion euro të konkurosh me shtete që harxojnë 2 bilion euro vetëm për të trajnuar sisteme për të bërë këtë punë. Do bjem dakord, unë kam pasur mundësim Progni të hy në një kompani private që merrej me domethënë pikërisht me mbrojtjen le të themi e sulmeve kibernetike të një kompanie në një tjetër shtet, nuk po jap shumë detaje, dhe aty ishin një grup çunash dhe vajzash që gjithkohës punonin dhe kishte sinjale të kuqe që cilët mbronin kompaninë, ishte një kompani shumë e madhe dhe besoj që ka kosto. Domethënë bashkohet me ju. E vërtet, kostot realisht janë shumë mëdha, por në rastin e Shqipërisë, siç e thash, shumica e punëve janë bërë nga punonjës të Akshit, të cilat janë shitur si tendera dhe kompanitë kanë marrë parat dhe mirëmbajtjen e ka bërë po prap punonjës të Akshit për të ruajtur atë rrogën e tyre. Dhe kjo gjë pastaj është përkthyer edhe në konflikte brenda. Daniel Shima për shembull, për shkak të këtyre problemeve që kishte me konsumin e drogës, edhe alkoolit, edhe bigjozit, filloj mos me shpërndatë 30% aty ku duhet, edhe këto konflikte pastaj sollën edhe bërën mediatike apo vërtetimin e atyre që unë kisha 3 vjet që i soja, derisa shpërtheu dhe lufta mes Ballukut edhe Ramës, e cila solli dhe hetimin e dosjes, dhe duhet ta themi që Igli Tafa, që është sot drejtor, është njëri i Ballukut, se është nga ata yes-menët që bën edhe kamikaz për burg, nëse i thuhet nga lart që duhet firmosesh. Okej, mirë. Gent Progni, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionet që pate mundësi të ndaje sonte në Sken Krimi. Vlerësoj gjithçka që ju thatë, këtë hetim që ju keni bërë, një ndim le të themi për autoritetet shqiptare ligjzbatuese që aty ku ka korrupsion, pse jo të luftohet korrupsioni dhe përgjegjësit të shkojnë përpara drejtësisë në qoftë se janë fajtor. Unë t'inkurajoj Gent Progni në misionin tënd, si ekspert që jeni, pse jo t'jepni një kontribut edhe ku ju nuhasni apo bëni dhe këto hetimet tuaja, e vlerësoj. Do e çojmë një dosje të re për Igli Tafën, kështu që shumë shpejt do kemi zhvillime. Okej. Ato janë përgjegjësitë tuaja, janë le të themi ato ambicjet tuaja pa angazhimet tuaja.